Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitiks në këtë të martë ku do të merremi tek aktualiteti. Në fakt duke ndarë emisionin në dy pjesë. Në pjesën e parë do të merremi, e kishim parashikuar të merreshim më gjatë, por për shkak të mos vendimarrjes së gjykatës së apelit të posaçëm për Erion Veliaj, do të merrem pak më shkurt dhe në pjesën e dytë do të merrem me çështjen e listave të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, ku ethet kanë kapur dy partitë e mëdha, ndërsa po thuaj se është një heshtje totale për spektrin tjetër politik, edhe pse pritej paktën që partitë e reja të mos kalonin në ditën e fundit, mos ngelnin në ditën e fundit për të përcaktuar listat e kandidatëve, duket se sëmundja dy partive të mëdha i ka kapur dhe partitë e reja. Megjithatë, ajo çfarë ka bërë sot përshtypje tek procesi ndaj Erion Veliajt është fakti se ndoshta si rall ndonjëherë gjykata ka vendosur ta shtyjë seancën, kjo ndoshta edhe me kërkesë të palëve, për shkak se prokuroria ka paraqitur, siç thuhet, paktën nga ato pak informacione që kanë dalë, pasi seanca ka qenë me dyert të mbyllura dhe është shumë e vështirë të komunikohet edhe me palët, dhe thuhet se prokuroria e posaçme e ka paraqitur prova të reja, të cilat me sa duket kanë çuar në kërkesën e palës mbrojtëse të Veliajt për të kërkuar më tepër kohë për të njohur me këto prova, dhe nesër do të rifillojë gjithçka në orën 12:30. Ka qenë një seancë me një interes jashtëzakonshëm, pasi Veliaj madje një ditë më parë u shpreh se sot ai rikthehet të flasë. Në fakt nuk ka folur Veliaj, kanë folur avokatët e tij, të cilët kanë bërë mbrojtjen, dhe në momentin kur prokurorët kanë paraqitur disa indicie ose prova të reja sipas tyre, e mbetet pa qartë se për çfarë provash bëhet fjalë, pikërisht gjykata dhe sipas kërkesës së palëve ka shtyr seancën për nesër në orën 12:30. Megjithatë, ne do të mundohemi edhe me juristët pjesë të panelit të kuptojmë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë nesër. Para se të nisim me prezantimin e tyre, nisim menjëherë me kronikën e parë që na fut tek kjo temë dhe që lidhet pikërisht me shtyrjen e gjyqit për Erion Veliajt. Bëhet fjalë gjithnjë për masën e sigurisë. Gjykata e parë e faktit pra e ka lënë në arrest me burg, ku ai po vuan dhe është duke qëndruar pikërisht sipas masës së shkallës faktit, ndërkohë në apel shkohet për të kërkuar një masë tjetër. Sipas Veliajt, ai do të ishte i gatshëm që të lindë një pasuri, një garanci pasurore, pra të lindë një pasuri në këmbim të lirisë së tij. Kjo ka qenë kërkesa e paraqitur nga avokatët e Veliaj. Por kronika dhe rikthehemi në studio. Prej orës 10 deri në orën 17:30, avokatët e Erion Veliaj dhe 4 biznesmenëve u përballën me prokurorët e posaçëm që po i hetojnë ata. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kërkoi nga apeli i posaçëm të hiqej masa e sigurisë arrest me burg. Në rreth 4 orë mbrojtje, dy mbrojtësit e tij, Ermir Beta dhe Artur Selmani, paraqitën argumente para gjyqtarit Engert Pullumbi, se Veliaj nuk ka asnjë rrezik për t'u arratisur, as për të prishur prova dhe as për të intimiduar dëshmitarët. Ata ofruan garanci pasurore në këmbim të një mase më të butë sigurie ose të shfuqizimit të arrestit me burg. Në të njëjtën seancë me kryebashkiakun, u shqyrtuan dhe ankimet e 4 biznesmenëve që kundërshtojnë masën e sigurisë detyrim paraqitje, Shkëlqim Fusha, Meriman Palushi dhe Gentian Sula, ndërsa biznesmeni tjetër Elman Abula kërkoi të hiqet arresti me burg. Në seancën e apelit të posaçëm, SPAK u përfaqësua nga prokurorët e çështjes Olstado dhe Altin Dumani. Pas avokatëve, dy prokurorët renditën arsye se pse kryebashkiaku i Tiranës duhet të rrinë para burgim, e një lloj me të edhe biznesmeni Elman Abula. Por gjatë qëndrimit të tyre, Dado dhe Dumani kanë paraqitur prova të reja e pretendime shtesë ndaj personave nën hetim. Kjo ka bërë që avokatët e Veliajt dhe të biznesmenëve të kërkojnë kohë shtesë për të analizuar këto parashtrime të reja të prokurorëve. Gjyqtari Engert Pullumbi ju dha palëve 18 orë kohë, duke shtyrë seancën për të mërkurën në orën 12:30. Erion Veliaj nuk foli gjatë seancës gati 8 orëshe, teksa ai kërkon lirin. Kryebashkiaku mbahet nën mas arresti me burg prej 12 shkurtit, i dyshuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash.
Siç e kuptuat nga kronika, kjo ka qenë një seancë e qetë, ndryshe nga seanca e parë në gjykatën e faktit ku ka patur shkëmbim replikash mes Veliajt dhe prokurorit Dado kryesisht. Megjithatë, ne kthehemi tek tema dhe do të kuptojmë nëpërmjet juristëve që kemi në studio se çfarë ka ndodhur. Nis me prezantimin e tyre, së pari me zotin Arben Meçaj, mi mbrëmë, mirë se erdhe, Meçaj. Gjithashtu kam të ftuar avokat Përparim Çaçë, mi mbrëmë, mirë se erdhe. Avokat Arber Hoxha, avokat, mi mbrëmë, mirë se erdhe. Avokat. Ndërkohë kam në lidhje Skype edhe zotin Kreshnik Spahiu, jurist, mi mbrëmë, mirë se erdhe, zoti Spahiu. Do ta nis me ju, ndërsa pas pak do të kemi në studio dhe zotin Ibsen Elezi. Por, Spahiu, ta nisim nga të dhënat që kemi, sipas jush, në cilësinë e një eksperti, çfarë mund të ketë ndodhur sot në seancë që, le të themi, është detyruar pala mbrojtësit të kërkojë kohë për shkak të atyre që prokuroria i cilëson si prova të reja? E para njëherë që është krejt normale shtyrja për faktin sepse ka marrë shumë orë shqyrtimi i çështjes. Kjo për shkak volumit që ka dosja, për shkak numrit të lartë të pandehurve, për shkak të gjithë procedurës që ka shqyrtimi i kërkesave të palëve në këtë proces, dhe është krejt normale që një trup gjyqësore, pra gjyqtari në këtë rast, nuk mundet që të vazhdoj më shumë se 8 apo 9 orë, sepse kjo del jashtë një procesi normal. E dyta, do të thoja që unë jo vetëm për këtë çështje, por dhe për disa çështje të tjera, për shembull për çështjen e Metës, ish-presidentit Meta, apo për çështje të tjera që lidhen, përfshirë atë të Berishës apo shumë tjerëve, do kisha dashur që procesi të ishte me dyert hapura. Ashtu siç është parimi bazë i gjykimit në bazë Kushtetutës Republikës së Shqipërisë. Procedimet, domethënë proceset gjyqësore me dyert mbyllura nuk janë rregull, janë përjashtim. Dhe në tërësinë e vet do kisha ta, pavarësisht se është çelur një praktikë që masat e sigurimit në tërësinë e vet gjykohen me dyert mbyllura, nuk ka një dispozit ligjore eksplicite në kodin e procedurës penale që masat masat shtrënguese, masat e sigurimit të shqyrtohet gjithë procesi, përfshirë shpalljen e vendimit me dyert mbyllura. Pra, unë jam dakord që kur paraqiten prova, mundet që të ketë një shkëputje për shkak të vlerës sekretit. Po dhe kur dalin pas 2 orësh në gjithë mediat, aty ka humbur dhe ajo vlera e sekretit të hetimit. S'ka ngelur gjë pa dalë në media. Urdhëro? Sot skandal. Sot s'kemi rrjedhje informacioni, thot avokati. Prit se jemi herët. Jemi herët, po. Jemi herët. Tani, mendoj që do ke qenë mirë të ishte çdo gjë me dyert hapura, që të gjykohet, të kishte një solemitet më të madh. Fundja, interesi i popullit, i publikut, është për të parë pse zyrtarët e lartë të shtetit, nga nivel presidentash, kryeministrash, kryetaresh bashkisht, janë në bankon e të akuzuarve. Janë procese të mirëpritura nga publiku dhe duhet kishin qenë me dyert hapura. Gjyqtari është një gjyqtar profesionist, ai është një magjistrat, diku i viteve 2010-2011, nuk jam fort i sigurt për vitin, por në brezin e tij ka qenë nga magjistratët, në brezat e tij ka qenë nga magjistratët më të mirë, është një profesionist, studiues i mirë, besimtar i mirë, domethënë është njeri me parime, i cili ka dhënë disa praktika pozitive në anshmërinë e tij, vetëm ta mbaroj këtu. Jo, më pëlqeu kjo e besimtarit, duhet të jesh besimtar sot, Kreshnik, apo ishte batut kjo, se kam vënë sot. Nuk ishte batut. Besimtar me gjithë mendje. Si ishte batut. Nuk është cilësi, besoj, të jesh besimtar i mirë. Dgjoj, unë me njerëzit të cilët kam punuar, i kam kolegë, unë nuk bëj ironi, as me prokurorët, as me gjyqtarët. Unë e njoh për një standard vlerash, qoftë si magjistarat profesionist, por qoftë për disa parime sociale që ai mban, qoftë gjyqtarët, qoftë prokurorët, njëtin qëndrim kam mbajtur për Altin Dumanin, njëtin qëndrim mbaj për Egert Plumbin,
dhe mendoj që ai ka dhe një eksperiencë, një background, le të themi ka qenë gjyqtari i parë që dënoi ish ministrin e brendshëm të socialistëve, Sajmir Tahiri, kur nuk kishte asnjë zyrtar të dënuar, se sot tani është bërë e modës që mund ta dënosh, madje është garë se kush tregohet më strikt dhe më ndëshkues me zyrtarët, por atëherë mendoj që ky ishte që hapi siparin e dënimit e pandëshkueshmërisht në Shqipëri. Unë jam nga ata që do e mbështes në vendimit e tij çfarëdo vendimi që të marr, pra do më dëgjosh nesër apo pas nesër çfarëdo vendimi të marr, domethënë jam krahun. Atëherë ta bëj një pyetje pak provokuese, çfarëdo vendimi të marr gjyqtari do të ishte i lishëm, besoj. Edhe lirimi i Veliajt, edhe qëndrimi në burg, apo edhe një masë më e zbutur, të gjitha do janë të lishme. Unë mendoj që në qoftë se ai merr vendimin për ta lënë në burg, në mas arresti, ka konsideruar që ka provat apo të dhëna të mjaftueshme, apo ka të rrezikshmëri shoqërore të veprës dhe të personit për ta lënë. Pra është masë e përshtatshme. Edhe nëse e ndryshon, mendoj që ai do ketë shqyrtuar dhe do e vlerësoj rrethanat e reja që mund të jenë krijuar për ta ndryshuar masën. Pra nuk i hyj fare themelit, sepse dëgjoj, kur kemi një proces i cili vjetor nuk mjaftuan ta përfundojnë, për ne është pak e tepruar që të flasim pa lexuar asgjë nga dosja. Që të jem shumë i sinqert, nuk mundet ta marr përsipër që të paragjykoj gjyqtarin apo prokurorin për një çështje e cila është 4000 faqe dhe asnjëri nga ne nuk ka mundur t'i lexoj. Jo, padyshim, po ajo çfarë do bëj gjyqtari Plumbi Kreshnik është, le të themi, një parje dosjes në themel, apo do shohë si e ka gjykuar fakti çështjen? Sigurisht që ja, dëgjoj. Edhe një herë, sepse kam dëgjuar shumë artikuj apo shkrime që thonë po paraqiten prova të tjera. Dëgjoj, këtu nuk diskutohet çështja nëse ka të dhëna të dyshimta për fshehje pasurie për korrupsion. Unë mendoj që dhe ato që janë paraqitur janë të mjaftueshme. Çështja është ajo që diskutohet në këtë seancë, në këtë periudhë, është nëse kemi një masë të përshtatshme të arrestit me burg, apo mund të mjaftojë me një masë tjetër për t'u hetuar. Nuk po diskutojmë që duhet hetuar apo jo, se mos nga jam dy gjëra krejt të ndryshme. Pra, sot në gjykatën e apelit special, sot nuk gjykohet fajësia apo pafajësia. Nuk gjykohet themeli i provave të çështjes. Gjykohen vetëm rrethanat apo rrezikshmëria shoqërore e veprës dhe personit, nëse kemi të bëjmë me një masë të përshtatshme që ka vlerësuar gjykata GKO-ja e rrethit, pra e nivelit të parë. Dhe për çdo arsye do përpiqesha të shmangesha debatit për themelin e provave, se mund të jemi këtu tani një gjykatë popullore, publike, për të bërë, domethënë një gjykim paralel të profesionistëve, të cilët paguan për atë punë dhe është besuar me kushtetuta i funksion. Okej, besoj do rikthehemi të flasim për këtë çështje, siç thash, nuk do mbetemi shumë gjatë, sepse me sa duket, le të themi, vendimi do jetë nesër, dhe ndoshta nesër mund të kemi një gjykim më të qartë, por do të analizojmë edhe në pamje në përgjithësi se çfarë mund të ketë ndodhur sot në seancën e pasdites. Shkojmë në një hapësirë shumë shkurt publicitare dhe rikthehemi sërish me dy juristët në panel. Mbrëmja në Report TV mund të shohet nga Credence Bank. Sot kur isha në kinema, paguaj në mënyrën më të lehtë përmes bankës Credence me Google Pay, i disponueshëm vetëm për Android. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë nuk e di, edhe një herë Kreshnikun, se kam një element, si duket Kreshnik, bota e jurisprudencës është e pafundme,
më vjen një vëzhgim që e bën një kolegu juaj, pra një jurist i fushës dhe thot, fakti që prokurori dorëzon prova të reja, në apel do të thot se masa e sigurimit në shkallën e parë ka qenë e cunguar, pra sipas tij, nëse do kishte masë më të butë sigurimi, atëherë do kishte sens të shkohen të në apel me prova të reja. E ndan këtë këndvështrim juridik apo jo? Dhe këtu besoj do doja një opinion dhe nga. Jo, nuk e ndaj për një arsye të thjeshtë. Sepse sot prokuroria nuk ka paraqitur prova që shtojnë akuzat për jo prova për masën po flemi, vetë për masën. Këtu duhet dalë. Pra, mendoj që prokuroria pretendon që ka çuar prova për periudhën nga vendimi GKO-s së shkallës parë deri në apel, për të provuar që masa e arrestit të më e përshtatshme për këto 1, 2, 3, 4 arsye, prandaj ju lutem mos ja ndryshoni. Se dia më kupton. Po. Unë mendoj me veten që jam shumë i qartë. Pra, nuk mendoj se janë prova që lidhen me fshehjen e pasurisë, që lidhen me korrupsionin pasiv, apo me pastrimin e produkteve të veprës penale. Pyetja është, duke marrë parasysh vëzhgimin që thash, pyetja është çfarë qëllimi kanë këto prova shtesë, përderisa ti e ke arritur maksimumin e masës së sigurisë si prokurori. Çfarë kërkon më tepër? Që mos ndryshoj. Që mos ndryshoj, që të bindi gjykatën që nëse Erion Velia del në një masë tjetër sigurimi, mund të pengoj hetimin e SPAK-ut, e prokurorisë speciale për këto vepra penale. Pra, kjo është çfarë pretendon prokuroria në paraqitjen e provës. Nuk janë prova, edhe një herë, nuk janë prova që rëndojnë apo dyfishojnë provat për akuzën. Nuk lidhen me akuzën, patjetër. Mirë, përparim. Nuk mendoj se lidhen me akuzën. Okej. Që është shumë interesante, prandaj dhe më vjen mirë që kemi një debat qetë paktën për këtë moment. Patjetër, po. Duhet kemi parasysh që masa e sigurisë normalisht edhe për sa i përket atyre veprave penale që dyshohet, presupozohen mbi bazën e provave, pra dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova. Po. Kjo është një element shumë i rëndësishëm. Dhe fakti që janë paraqitur prova të reja, do të thotë presupozohen prova, se nuk e dim se çfarë. Se çaja, për momentin nuk dim asgjë. Por janë gjithmonë në funksion të përforcimit të asaj kërkese që ka bërë organi i prokurorisë ose të përligjes së masës shtrënguese që është ajo e arrestit në burg. Pra, sepse do të kemi parasysh që hetimi është në vazhdimsi, pra nuk është se ka përfunduar ditën që u mor masa në gjykatën e shkallës parë. Pra, është në vazhdimsi dhe do të thotë që nëse ka prova të tjera në funksion të hetimit, të cilët mund të përforcojnë pikërisht atë kërkesë që kanë bërë për këtë masë shtrënguese, por nevojat e hetimit, do të thotë që për mendimin tim është një gjë absolutisht normale dhe e likshme. Pra, pastaj se çfarë kemi në ato prova, sepse çfarë nuk është thënë, rëndojmë pozitën e djerë, këto janë për të parë. Këto nuk e dim. Më pas mund të shikohen në themel se çfarë janë. Okej, po fakti që Pala Mbrojtësi ka kërkuar kohë çdo të thotë, duket sikur kur kërkon kohë, duket sikur je gjendur i papërgatitur për provat e reja. Është shumë korrekte, sepse normalisht nuk pret prova në apel, jo domosdoshmërisht, madje në raste të ralla që në apel. Po, ma thua dot është diçka e veçantë që ka ndodhur sot? Nuk themi veçantë, po janë nuk ndodh gjithmonë, po themi. Okej. Vetëm madje gjithmonë prova do të kemi shiko. Dua të diçkoj deri në fund arsyetimi dhe asaj që mendon publiku. Mendon që këto prova të reja prokuroria i ka çuar për shkak edhe të këtij konflikti që ka me Velien? Mund të prisja prova të reja nga mbrojtja në apel. Normalisht. Mund të kishte. Sepse ai ka bërë edhe ankimin. Sepse normalisht prokuroria është pak e rrallë, pra e ka ngritur, po themi tashmë tërë atë akuzën, mënyrat, po themi të paktën për sa i përket masës, dhe nuk besoj, por fakti që bën një gjë të tillë është thjesht për ta përforcuar pikërisht atë kërkesë të masës shtrënguese që kanë bërë për atë arrestet me burg. Pra dhe ju si ju mendoni që nuk lidhen me akuzën absolutisht kryesore ato nënt akuzat. Okej. Pastaj kjo pjesa tjetër që kanë kërkuar garanci pasurore, do të thoya vetëm diçka që të paktën normalisht që është e parashikuar në Kodrin e Procedurës Penale, por është madje unë mendoj më pak e aplikueshme që ndodh në sistemin tonë.
Në sistemet e tjera fatkesisht. Të spaku, të gjykata e posaçme s'ka ndodhur kur. Po them edhe në gjykatat e rretheve japin. Shumë rrallë. Edhe atje. Ndoshta. Po shumë rrallë, ku faktikisht në vendet e tjera kjo është një nga kërkesat më normale që bëhet dhe faktikisht e cilat edhe po themi pranohen nga ana e gjykatës. Ndërsa tek ne është një gjë e pa është pothuajse e shikoj pa sens fare. Arber, pastaj do ja fjalën Meçe, po me që se jemi te juristët, pastaj konkluzione keni ju. Juriste kam unë. E ket Po diskutim. Dakord, okay. Ta them unë. Po. Atëre po hap një faqe Po. që ka njoftuar provat e reja të dhëna nga prokurorët në orën 18:46. Dhe provat e reja të dhëna nga prokurorët në vetvete kanë të bëjnë si pas kësaj faqe. Po mos abuzojme. Le tani mos le të thotë ç'po duhet më faqja. A ka mundësi të më lesh të flasha? Okej, po mos më përmend lajme spekulative. Dakord, vazhdo. Të lutem shumë, mos më ndry. Okej. Ë? Për ndryshe ti ka më pasaj mos. Nuk shkon kjo mëbet. Po sa faqe edhe lajme. Ato gjuhat që folën gjithë dhe unë nuk ndryra. Po folën me argumenta. Po të argumenta po të diskutojnë unë. Okej, po ti më thua. Ta çoj pyetjen unë pastaj. Ço fare do ta më le mbaroja të shqisa. Okej, mbaroj. Kjo faqe folur për disa argumenta. Argumenti që jep kjo faqe, nuk them kush është faqja. Në 8:16, më falni, 18:46. Thot që prokurorët kanë bërë regjistrime ambientale ku kanë arritur në bashkëbizedim me të vllain, ka rekomanduar kërcënime që do t'i bëshin 1, 2, 3, 4 dhe blerje gazetarësh. S'është fakt më jo. Faqja është fakt ose do ditë? Ç'më duhet faqja mos është fakt ajo që thot faqja. Dakor, më thuaj, okay. Po të lutem, do blesh mbaroja. Okej, vazhdoj. Po mos më thuaj fakt më burrë. Faqja është fakt. Na faqja. Dakor, vazhdoj pastaj. Po çfarë diskuton? Faqja është fakt. Dakor, pra, po nuk është. Po të lutem tani mos. Ore, po më lër ku duhet dal më burrë. Faqja është fakt. Dakor, vazhdoj. Kjo faqe po përgatit terrenin, po përgatit opinionin për një ngjarje që nuk është e vërtetë. Po pse merr me faqen atëherë? Këto doja të thoja. Vazhdoj, tani s'të presmë, derisa ta çosh deri në fund. Sepse faqja është publike. Sepse disa gazetarë kanë dalë sot në media dhe kanë thënë, sipas burimeve të brendshme, çka do të thotë prokuroria nëpërmjet këtyre elementeve, nëpërmjet këtyre faqe, po përgatit një terren dhe po disinformon ambientin në kushtet kur jemi në kushtet e një salle të një gjykimi me dyert të mbyllura. Çfarë janë këto regjistrime që dikush i di dhe po i thot popullit që shiko? Janë regjistrime të tmerrshme kur nuk janë asgjë. Ku ndoshta mund mos jenë asgjë. Nga dolën këto informacione nga kjo faqe, e cila ka kohë përgatit ambientin, po unë kam dëgjuar edhe 2 gazetarë të cilët janë të etiketuar si gazetarë që janë me lidhje të ngushta me prokurorin, të cilët dizinformojnë ambientin nëpërmjet këtij realiteti. Pse hapa këtë gjë? Se po vi tani tek çështja. Pse bëhet ankimimi në gjykatën e lartë, në gjykatën e apelit? Për çfarë arsye? Ja ku i ke avokatët, ankimi në gjykatën e apelit bëhet për parregullsi gjykimi në shkallën e parë. Të gjitha provat të cilat janë në gjykatë parë, ato janë objekti i debatit në shkallën e dytë. Nuk mund të shtosh me prova tjera ti. Nëse do shtosh, ka një procedurë e cila është disime veçantë, nëse do shtosh. Por gjë e parë që thuhet është, zotëri, unë pankoj vendimin e gjykatës së parë. Ky vendim i gjykatës së shkallës së parë është bërë konform ekzistencës të provave dhe fakteve? Një. Dhe për sa kohë që unë jam paraqitur në gjykatën e lartë dhe them provat dhe faktet nuk ekzistojnë, ti nuk mund të shtosh provat tani. Duhet të jenë shumë arsye të forta pastaj që të thuash, zotëri, ku i sigurove këto prova dhe pse nuk ishin në shkallën e parë? Pse si kishin në shkallën e parë? Qofse i ke prova që i shërben çështjes. Duhet të jenë prova kaq të fuqishme sa ta përmbysin komplet situatën e shkallës së parë. Çka do të thotë? Prokurorët nuk mund të vinë me prova të reja në shkallën e dytë, në këtë nivel. Sepse në nivelin e dytë ata japin llogari për atë dosje që kanë paraqitur në shkallën e parë dhe për cilën është marrë një vendim gjykate. Ai vendim gjykate ankimohet.
Dhe ai vendim gjykate që ankimohet tashmë, mbështetet mbi ato prova që ke paraqitur ti. E në qoftë se tani ti ke hapur tezën të opinion që kemi ca regjistrime ambientale, të cilat janë shprehur shumë qartë, duket që avokatët, më falë, prokurorët, po përgatitin një teren që shiko, ne kemi arritur të gjejmë tani prova që Erion Velia tenton të intimidojë prokurorët, mediat, e çdo gjë tjetër, dhe këto prova që po diskutohen janë të lidhura vetëm me këtë pjesë, por nuk janë të lidhura me atë pjesë që ne debatojmë nëse ekzistojnë prova dhe fakte për arrestimin e Erion Velis, sepse për ndryshe, çfarë do bëhet ankimi imi? Për ndryshe, bie parimi universal në një rend juridik. Shkallë e dytë, korrigjon gabimet e shkallës parë. Në kushtet që po debatojmë tani, themi, ja, prit një çik se shkallë e dytë që po diskutojmë tani, lidhet thjesht vetëm i plotëson Erion Velia kushtet për që në arrest burgu, po jo? Jo, zotëri. Në shkallë të dytë, do shifet kjo dhe do shifet. Prova dhe fakte që ka paraqitur prokuroria, a janë që vërtetojnë kryerjen e veprës penale, kur ky person pas ka marrë lekët e bashkisë dhe i ka shpërndar në pronat e veta, në sipërmarrjet e veta, të familjarët e vet. A ekziston një provë e tillë? Dhe për sa kohë që kjo nuk ekziston, çfarë po diskutojmë më tej ne? Dhe tashmë ne për procedurë, siç diskutojnë avokatët, i heqim të drejtë Erion Velisit, i thotë zotëri. Nuk e paraqitur prova. I heq drejt avokatëve tashmë që ti thonë gjykatës së nivelit të dytë, nuk ka prova më zotëni. Pse? E ka vendosur shkallë e parë, tani të është vetëm i plotëson kushtet për qenë burg apo s'qenë burg. Dhe kush janë kushtet? Kushti i parë është që aratisesh, nuk aratisesh sepse ishte jashtë e erdhi. Kushti i dytë që prish provat, tani sapo doli një investigim që një makinë e madhe po ikte nga bashkia, pra u prishkan provat edhe duke qenë burg ky. Pra nuk është i mjaftueshëm fakti që ky do të jetë burg se prishën prova, se ja u prishkan. Tani na del vetëm një element tjetër, i intimidimi. Dhe duket që ky artikull, i cili po përhapet sot në opinionin publik, prandaj e kapa, ka një synim caktuar, që të ngarkojë Erion Veli në kushtet burgu, që po përgatit nga kushtet e burgut, ku e vetme gjë që ka ndorë është vetëm një telefon, i cili zyrtarisht dihet që është në kontroll. Dhe ju mos e bëni Erion Velin kaq idiot, sa në një telefon që ishte vetëm që ai mund të komunikojë, ti jap urdhë vllajt të tij që shikoni tani telefonin mund të komunikojë. Po shkoni siç fliste. Po nuk lejo telefonin burg. Okej, tani ta sqarojmë pak tani. Tani që ta mbyllur. Jo, po mitat që ta mbyllur. Përfundoje, po. Gjithë terreni tani po përgatitet për të prodhuar një artific që rreziku dhe shkaku kryesor pse duhet mbajtur Erion Velia në burg lidhet me intimidimin e ambientit, me intimidimin e dëshmitarëve, dhe në këto kushte, sipas këtij informacioni që jep një media e cila gjithmonë ka qenë e para në dhënë informacioneve, nuk e dinte asnjëri, e dinte vetëm kjo media. Kjo dinte arrestimin e Erion Velis dhe rinte gjysmore para se të vinte BKH-ja atje te bashkia, kjo dinte kontrollin e dhe kjo di tani, dhe cila është provat që prokurori ka paraqitur në gjykat në kushtet e një gjykimi me dyert të mbyllura, ku absolutisht nuk mund të dalë asgjë. Këta njerëz po përgatitin absolutisht edhe një gjë është e sigurt. Po më lërë ta them një fjalim, më pritot. Po ja ta mbyll pra, një gjë është e sigurt. Këto prova janë thjesht vetëm lëvizje tektonike e prokurorisë që tashmë është vënë në shpalla pas murit dhe vetëm gjë që bën është të shpërndaj në opinion një intimidim falso të bërë nga Erion Velia sipas tashmë informacioneve më se të sakta që i ka mund. Okej, po këtë lloj media e sollet ti se unë nuk e fus në emision. Si se futi? Nuk i fus të spekulime. Po që më intereson mua, ato janë pa spekulime zëra pa vlerë, nuk i do publiku fare. Po flitet tani. Po tani prandaj thash me çaj. Ne po flasim për një, jo, po flasim për Po flasim për ato çfarë ka ndodhur sot. Ti më sjell një zë që është spekulativ komplet. Nuk është spekulativ. Po si s'është spekulativ? Është fakti që prokuroria përpara se të dalë nga dera e gjykatës, ka shpërndar një informacion dizinformues për ti. Po ku e di këtë? Po sepse e ke këtu më zotëri. Po gënjera ime zotëri, tani pse e lidh prokurorin me gënjeshtër? Kjo është media, e cila ka Po pse e lidh gënjeshtrin e zotërisë me prokurorin vëlla? S'ka lidhje. Se s'do bëjmë debat tani. Po e lidh. Sepse kjo media
e cila di çdo gjë që bëhet në sallë. Kjo më është media që ka marrë fotografinë. Po nuk më intereson fare, me çaj. Po nuk të intereson, po ne. Po s'më intereson mua kjo fare. Ne na intereson Okej. sepse Avokat, lutem. pozicioni këtyre prokurorëve arrin deri kaq. Tani do merresh edhe ti me prokurorët. I indoktrinojnë opinionin me informacione shpërndarë në burimet që tashmë janë të konfirmuara kush janë. Avokat, lutem. Kthehemi tek ajo që është çështja racionale e asaj çfarë ka ndodhur sot. Patjetër, për mos rënë përsëritim ato që tha profesor Kreshniku edhe përparimi i nderuar. Besoj që ashtu siç është një procedurë normale standarde e gjykimit në apel, duke qenë se ka pasur një ankimim vetëm nga ana e mbrojtjes zotit Veliaj, fjala fillimisht thjesht dhënë, pra po shpjegojmë procedurën për të ardhur te provat e reja. Fjala fillimisht thjesht dhënë mbrojtjes dhe të dyshuarit. Dhe në pas i jepet fjala normalisht prokurorit. Duke qenë se gjykimi në apel, masa e sigurimi, ndjek të njëjtat rregulla me gjykimin në themel të çështjes, mund të ketë pasur një kërkesë nga ana e prokurorëve për të depozituar prova të reja. Mund të jetë riçelur shqyrtimi gjyqësor dhe të jenë pranuar kërkesa e prokurorëve për prova të reja. Në kushte krejt normale, Totalisht procedurale kjo. Po pyetja është edhe një herë unë ngre pyetjen e juristit se më pëlqeu, logjika gjithmonë është domeni i emisionit dhe ne do t'i referohemi logjikës. Kur si organ akuze ke arritur maksimumin, pra s'ke qa arrin më në masën e sigurisë, pse do shkosh me prova të reja? Do që të mbrojë rezultatin, pra. Edhe kur jetë reze... Atër prap logjika, deduksioni më shkon të pyetja e radhës. Atër ti nuk je i sigurt që me provat që kishe në shkallën e parë, mund të arrish të njëjtin rezultat dhe në apel. Dhe shkon me i provë tjetër. Pa tjetër Që të ka thënë avokatin krah tjetër dhe thot, të pasigur, pretendojnë për prova tjera tashmë. Një sekundë të lutem, me qaj. Po lemota, unë s'po them, sigurisht që është e lishme. Që ta bëj? Si është e lishme? Që prokuroria të kërkoj prova tjera, po a tregon këtë ka patur radhën e parë. Dhe me gjykimin radhën e parë, sa mungesë të këtyre provave, që tashmë janë decisive, përse janë bërë. Po s'është quhe të Po kështu është pa diskutim. Se ti do thuash këto prova zotri, që mungonin në fazën e parë, do të thotë në shkallë të parë, vendimarrja është bërë e cunguar zotri. Dhe ky është ankimimi që të bëhet. Dhe ankimimi, po sepse ti po thua që unë po shpije prova për të mbrojtur akuzën time. Por ta përforcuar unë kam të drejtë. Jo për ta përforcuar, pse? Sepse në shkallë të parë zotri, edhe njerë, kush ta ishtë? Ta ishtë ta themu kush ta ishtë? Mbrojtja mund të depozitoj prova apo jo? Po mund të depozitoj, zotri. Jo, nuk shpije do të prova. Po jo, pra ja Tani po të them unë. Ja po ta them arsyetimin e prokurori shpije prova të reja për të përforcuar vendimarrjen, okej? Që do të thotë vendimarrja në shkallë të parë është marrë me prova të pakonsoliduara dhe pikërisht jo ankimohet në shkallë të dytë, sepse vendimarrja në shkallë të parë nuk është marrë me prova. Dhe tashmë prokurorët në këtë periudhë kanë gjetur prova të tjera. Okej, do të thotë ankimimi është i drejtë. Vazhdo të lutem po. Pra, Tek e njëta logjik e kishte me mua pyetje përgjigje. Pra, kjo lloj tentative ose kjo lloj strategjie e prokurorisë në një farë mënyre lë të kuptosh që prokuroria ndoshta nuk është e sigurt që me provat që kishte mund mos marrë një të mas? Po s'ka lidhje ajo fare pjesë. Prokuroria e ka gjykuar oportune në pikpamjen procedurale, juridike, ligjore, për të depozituar disa prova që ata e konsiderojnë të arsyeshme për të i depozituar dhe për të mbrojtur status quo që ata kanë, që është ajo arrestit me burg. Pra do mos dëshmëri, se po mos silleshi këto prova të reja, prokuroria ishte e lëkundur, le ta themi, që mund të ndryshonte gjykata apeli. Avokat, më falë, po të bëjmë pyetje këtu, se shumë rëndësishme. Më falë, se jemi dy. Po të bëjmë pyetje dyve. Provat ku shpije në një proces gjyqësor, si administrohen, në që formë? Shkuptim. Po shpije prova të reja, pra? Po. Si administrohen nga gjykata? Hap riçelet e një shqyrtimi. Atere nuk është riçelur. Po ku e di ti mu? E di shumë mirë, pra. Po ishe aty e si? Pikërisht e di shumë mirë që nuk është riçelur, sepse nuk ke riçelje. Po s'ka, nuk mund depozitosh prova pa riçelur. Prandaj ju bëra pyetjen. Dhe provat e reja që prokuroria sot kërkojnë një riçelje të hetimit gjyqësor.
Dhe në momentin kur riçeljet e timit gjyqësor, kjo është fitoria e Erion Velis. Sepse me riçeljet e timit gjyqësor, të gjitha provat thotë që ekzistojnë në favur të Erion Velis janë absolutisht që lirojnë në vend Erion Velin. Pra nuk kemi riçeljet e timit. Leta shpjegoj avokatit. Avokatit e pastaj do shkojnë publicitetin. Atëre pyesni, është riçel apo jo? Nuk është riçel dhe nuk e njoftim për riçeljet e timit, por kemi vetëm qëndrim ndaj provave që ka paraqitur prokurori dhe avokatët me drejt. Nuk jodhen në lumë, por ata gjykatës ja dha. Meçaj, leta thot avokati deri në fund. Ka tjetër procedurë zotëri. E them më buri dhe leta çoj deri në fund. Po, avokat. Të flasim tani me profesionale. Vazhdo të lutem. Provat administrohen me riçelje. Riçelje nuk ka që do thot nuk ka prova. Okej. Vazhdojmë tani. Po mirë. Shprehu, pse po presim deri nesër, shprehu që u shpreh që sot Meçaj, po. Vazhdoj të lutem me argumentin Arbër dhe pastaj do kaloj publicitet. Po. Ka prova. Dëshira që ke ti Meçë është tjetër gjë. Jo, s'është dëshirë, jo. Vendimi është tjetër gjë. Ta pyeta. Do kalojmë publicitet me lërë ta çojë avokati fjalën. Riçelje. Vendimi është tjetër gjë. Gjyqësor nuk ka. Atëherë s'ka prova. Ke ndonjë përgjigje për t'i thënë? Ke qenë brenda ti, diti se ç'është ndodhur. Ore ti, edhe jeri po të nuk ka riçelje. Çfarë informacioni? Se po bëhet sa faqe. Është vendim, shikoj, 1 minutë. Po çka kodat është çfarë informacioni ke më burr? Atëherë, si bëhet riçeljeve e timit? Po pra bëhet kërkesë për riçeljen për depozituar prova. Janë pranuar dhe i dhënë një kopje fare. Çka ka ndodhur? Dhe 1 minutë. Nuk shtryhet seanca për nesër. Po, se duhet njëmi provat, po. Por jo të njëve provat. Jo, sa administrimi është procedurë më vete. O zotëri, kërkoj të njëmi provat, kur ti ha procedurën e administrimit të provave, fillon hetimi gjyqësor, nuk bëhet, hajta bëjmë nesër, zotëri. Jo e dini mjaft mirë që nuk ka hetim gjyqësor që bëhet sot për nesër. Ka e dini mirë. Hetim gjyqësor sot për nesër nuk ka. I ka dhënë 10 notorë, zotëri. Është e njëjta çështje, nuk është çështje e re. Mirë. Hetimi gjyqësor zotëri nuk bëhet sot për nesër. Se hetimi gjyqësor do të shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë do doja edhe një herë të shkonim tek Kreshnik Spahiu për atë që është pikërisht tema e ditës dhe që çfarë mund të ndodhë nesër. Atëherë, Spahiu, flasim pak çfarë mund të ndodhë nesër. Ke një opinion shumë shkurt se do kalojmë pastaj te çështja e listave. Po, ç'është e vërteta kur shërtohen masat e sigurimit, gjithmonë ndonjëherë janë të paparashikueshme. Praktika e gjykatës ka treguar që shpesh herë për personat cilët kemi menduar që do të arrestohen janë liruar, e për personat cilët kemi menduar që do të liroheshin kanë mbetur në burg, pra nuk është se ka një nuk mendoj se ka një standard fiks për masat e sigurimit, që do të thotë është në diskrecionin e gjykatës, pra gjyqtari është ai vetmi që vlerëson nëse ekzistojnë të gjitha rrethanat dhe rrezikshmëria që personi i cili është në akuzë mund të pengoj apo nuk e pengon ecurinë e hetimit. Pra që do të thotë gjykata ka në dorë disa masa sigurimi, duke filluar nga detyrimi për paraqitje, detyrimi për t'i marrë pasaportën mos largohet jashtë Shqipërisë, garancia pasurore, ka arrestin shtëpiak, ka arrestin me burg, pra është gjykata e cila shërton, sigurisht që në këtë rast gjykata e apelit është pak më e kufizuar, sepse gjykon thjesht mbi vendimin e gjykatës së shkallës parë, nëse gjykata e shkallës parë e ka të justifikuar që masat e tjera janë të papërshtatshme apo jo, dhe kjo është masa e vetme në cilën garanton një ecuri të procesit, sigurisht që prokuroria është në atë drejtën e vet gjithmonë të kërkojë masën e sigurimit dhe shpeshherë fokusohet gjithë artilleria kundër prokurorisë, por në fakt është gjykata që duhet të jetë arbitri. Pra, që do të thotë gjykata jo gjithmonë duhet të jetë sinkron me prokurorinë, ashtu siç nuk duhet të jetë gjithmonë dhe me mbrojtjen. Gjykata duhet të jetë një arbitër jashtë presionit të dy palëve. Në këtë rast sigurisht presioni është i madh, sepse është një çështje me impakt publik të jashtëzakonshëm. Vetëm të lexosh titujt e gazetave është presion
dy palësh, me çdo lloj intrige, thurje etj. Dhe në këtë rast, prokuroria gjithmonë kërkon që të ketë një masë më shtrënguese për të qenë e qetë në hetimin e saj, por është gjykata që duhet vlerësoj që është kjo masa e përshtatshme apo jo, sepse nga ana tjetër gjykata duhet të garantojë edhe prezumimin e pafajësisë, po edhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Për shembull, unë personalisht sot pash që ka një problem procedural, i cili nesër sot mund të jetë një detaj, po ai detaj nesër mund të kthehet në një bumerang procedural dhe kushtetues në referencë të Konventës Europiane e Drejtave të Njeriut, ku Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut mundet të thotë që është shkelur parimi i gjykimit me dyert hapura, apo i prezent, sepse vërtet një avokat i huaj nuk ka të drejtë për fajsim. Absolutisht një avokat amerikan nuk ka licencë dhe nuk mund të përfaqësonte Erion Velin aty, por nuk përjashtohet mundësia që një këshilltar ligjor të jetë vëzhgues në proces. Kush është pengesa që ky vëzhgimi i këtij eksperti ligjor do të pengonte apo do të hidhte në erë provat e reja që paraqiten në proces. Pra, gjykata është pak e ngurët në ca momente të cilat, nëse do të jetë më e hapur me proces, më fleksibël në procedurë, mundet i parapri edhe një kolpo të fortë të kushtetuese në gjykatë kushtetuese apo në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, siç ndodhi në rastin Gëllçi. Se duhet për një kleçk procedurale të vogël, gjithë të minohet gjithë procesi, sepse në fundit puna e mbrojtjes ajo është, mjafton të kapësh, të ngulesh atë goshdën në një tëmet të procesit dhe... Okej, pra, këtu po thot edhe për praninë e avokatit amerikanë se duhet ishte i pranishëm apo jo? Po. Ke diçka, po, patjetër, Arber. Nëse profesor... Po, patjetër. Është e vërtetë që ajo që thot profesor Kreshniku që nuk parashikohet në kodin e procedurës penale, që seanca për caktimin e masës sigurimit, qoftë në shkallë parë, qoftë në apel, duhet të jetë me dyert të mbyllura apo duhet të jetë me dyert të hapura? Në parim. Në parim. Por logjika e do që, duke qenë se në sistemin romano-gjermanik jeta ligjit është logjika e do që duke qenë se seanca para prake, pra që është një fazë që është akoma me avancuar, pasi kam përfunduar hetimet, i është njoftuar akuza, por gjatë kësaj seance para prake, por zhvillohet gjykimi se si janë zhvilluar hetimet, zhvillohet me dyert të mbyllura sipas kodit procedurës penale, 332B për qenë të saktë, dhe zhvillohet me praninë e detyrueshme të prokurorit dhe të mbrojtësit. Pra, përderisa seanca para prake, që është një seancë që është me avancuar në kohë edhe procedurë, zhvillohet me dyert të mbyllura, logjika e do që edhe seanca për caktimin e masës së sigurimit të jetë me dyert të mbyllura. Pra, këtë e do logjika, nuk e do ligji, për qenë eksplicit. Një. Së dyti, duke qenë se ky zotëria, që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të legjitimoj si mbrojtës, sipas ligjit të avokatisë dhe të kodit procedurës penale, sepse që të jetë një shtetas i huaj dhe të legjitimohet si mbrojtës, së pari çështja duhet të ketë nisur në shtetin ku ai ushtron avokatinë, pra çështja e zotit Veliaj duhet të kishte nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe njëjta çështje të ishte transferuar ekstradim, transferim çështjes, njëje e vendimi e gjithë të tjera së pari, dhe së dyti, ky zotëria duhet të ishte i atashuar pra një studio avokatie dhe të ishte i regjistruar në regjistrin kombëtar të dhomës së avokatisë. Asnjëra prej këtyre dy kushteve, të cilat janë në mënyrë kumulative, pra duhet të jenë të dyja së bashku, nuk i plotësonte. Në këto kushte, patjetër që gjykata duke mos e legjitimuar do të si mbrojtës, dhe duke qenë se logjika e do që seanca të jetë me dyert të mbyllura, ka qenë detyruar që ta nxirrte jashtë. Kjo ishte arsyeja, po në seancën e radhës mund të bëhet pjesë? Nga sot deri nesër? Jo nesër, po them nëse çështja shkon në gjykatë lart për shembull.
Po në gjykatën e lartë, nëse gjykata e lartë. Ose kur të gjykohet në themel kjo çështje. Nëse do gjykohet në fillimisht do jetë asnjëri prej palëve. Nëse do bëhet. Jo, e kam fjalën kur gjykohet në themel. Atëherë pastaj futet në themel, jo në seancë paraprake. Në themel, jo në seancë paraprake, mund të jetë me dyert të hapura dhe do jetë si çdo njeri tjetër. Por prap, nëse nuk do t'i plotësoj ato kushtet, nuk mund të ulet te banka e avokatëve. Mund të dalë aty si dëgjues, si vëzhgues, apo çdo gjë tjetër, por nuk do ulet në pozicionin e mbrojtësit. Pra, kodi i procedurës penale dhe ligji për avokatit parashikojnë kushte shumë të qarta, kur një shtetas i huaj që ushtron profesionin e avokatisë, edhe nëse do ishte shtetas kosovar, nuk lejoj që të pra të njëjtat qartë, e kuptova. Arbër shumë shkurt, se do kalojmë te çështja e listave. A çfarë parashikoni nesër? Shanset ligjërisht i ka 50-50. Praktikisht unë them që i ka 99. Do të thënë që duke parë praktikën e gjykatës së apelit në raport edhe me të dyshuarit e tjerë që kanë mbajtur pozicione po thuaj se si zoti Velia ose më të larta se zoti Velia janë lënë me masën e sigurimit të Aresmeburg, nëse do t'i referohemi zotit Meta apo edhe të tjera. Megjithatë, ajo që do ta veçonte zotin Velia, do të ishin disa shkaqe personale të cilat unë për hir të së vërtetës dhe fatkeqësisht për fatin personal të zotit Velia, unë nuk i pash që t'i parashtronin avokatën mbrojtës ditën e sotme, kështu që shkaqe ngushësisht personale. Në këto kushte besoj që shanset janë të pakta, megjithatë le mos bëjmë. Shanset janë të pakta që të fitoj liri. Ndryshoj masa e sigurt. Okej. Po, me një fjali, fatikisht thjesht për ta përfunduar këtë pjesën e provave, që normalisht absolutisht diçka procedurale, totalisht e ligjshme, por të dy palët që mund të bëjnë kërkesë gjykatës për të paraqitur prova të reja në mënyrë absolute. Pastaj është gjykata në diskrecion e saj, që i pranon apo jo, nëse i pranon, pastaj vendos në dispozicion të palës tjetër, e cila mund të marrë kohë duke pas parasysh që karakterin e ngutshëm që kanë masat e sigurimit dhe normalisht duhet një kohë, po themi, e mjaftueshme sipas volumit të prova që mund të jenë, që të mbajnë një qëndrim në lidhje me to. Kështu që ta mbyllim të lloj pjesë. Nesër nuk ka më shtyrje po thua. Jo, në mënyrë absolute. Nesër do kemi vendim. Po për të tjerë pse nuk u mor sot vendimi? Jo, absolutisht do dalin në vendim. Janë të gjithë së bashku. Një vendim, por do të them diçka për gjyqtarin sepse gjithmonë është anatemuar si nga njëra palë, si pas vendime që a i merë, disa herë është i majtë, disa herë është i djathët. Unë do ta perifrazoja fatikisht me një fjalë, është i paparashikueshëm. Askush nuk mund ta etiketoj i majtë, i djathët e tjera. Ka dhënë vendim kundër Samir Tahirit, nëse mbani mend, rivendosi një masë ndaj Sali Berishës, se ishte absolutisht i sheshuar masa e arrisë shtëpi që ishte. Po, ka dhe fjalinë e famshme që si ka. Berisha duhet jetë i lirë sepse është lideri i opozitës. Pra e lidhi me ekzistencën e fushatës. Kur dha këtë masë, rivendosi një masë, po them. Pra, dhe askush nuk e di. Pra, si po themi në kuptimin e integritetit, është e padiskutueshme që ka integritet, është një gjyqtar i paparashikueshëm në kuptimin që nuk mund ta lexosh siç mund bëhet, po themi, rëndom, por disa të tjerë të cilët anojnë nga njëra anë një tjetër, nëse doni, si gjyqtarët e sotëm fatikisht të gjykatës lartë. Kështu që nuk kanë lidhje fare, është një gjyqtar me integritet. Nesër çfarë parashikon për parim? Besoj që do lihet në fuqi fatikisht vendimi shkallës parë. Vendimi shkallës parë. Mirë. Mendoj unë. Shkojmë publicitet e rikthehemi pastaj për të folur gjëra gjatë për listat e dy partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt, ndërkohë me mua është bashkuar në studio dhe zoti Ibsen Elezi, njohës mjaft i mirë Partisë Demokratike, por jo vetëm, i mbrojmë mirë se erdhe zoti Elezi. Për shkak të një arsye personale është larguar zoti Meçaj, megjithatë ne do të vazhdojmë emisionin, do të mbetemi tek ajo çfarë është lista e Partisë Demokratike, ku në një farë mënyre ka patur surpriza më e madhe është lënia ose dëshira e Ilir Metës ose vullneti i Ilir Metës për të mbetur në listën e hapur. Shohim kronikën dhe rikthehemi në studio. Kur në ndan vetëm një ditë nga fati i dorëzimit të listave të kandidatëve për deputet, Selia Blu vijon të jetën përthyer nga ethet e emrave. Jo vetëm për figurat nga radhët e saj që do t'jenë pjesë e ushtrisë prej 186 emrave që do zbresin në betejën e 11 majit, por edhe për strehimin e aleatove me të cilët Sali Berisha ka ndërtuar koalicionin PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Berisha mbërriti në seli rreth mesditës për të bërë përpilimet e fundit të kësaj liste.
Meli Ermetën për herë të parë nuk pati një shtrëngim duarsh për të zyrtarizuar aleancën e tyre për shkak të izolimit të kreut të PL-s, por ky i fundit refuzoi edhe ofertën e Sali Berishës për të qenë në listat mbyllura dhe shpalli kandidaturën në listën e hapur të Qarkut të Tiranës. Në listën e mbyllur Sali Berisha pritet të qëndrojë vetë duke kryesuar listën bashkë me një sër drejtuesish të PD-s, duke nisur që nga Flamur Noka, Belind Kolliçi, Albana Vokshi, Edi Paloka, Besar Xhaferi, Jozefina Topalli, Ilda Zhulali dhe aleatët Fatmir Mediu, Tedi Blushi dhe Shpëtim Idrizi. Me ngushtimin e mundësive në listën e hapur mund të ngelen emrat më të votuar të primareve si Hysen Kadiu, Ilira Ali Mehmeti, Jorita Tabaku, Dhurata Çupi apo Grigel Smuçollari. Lista e Durrësit do të kryesohet nga drejtuesi politik i Durrësit, Oert Bylykbashi, i cili pritet të pasohet nga kandidati agrarve Artan Luku, Igli Cara dhe zëdhënësia e Berishës Floriana Garo, e cila ndonë se mori vetëm 32 vota në primare, pritet të jetë në listë të sigurt, me argumentin e kontributit politik në PD. Në listat e Elbasanit, krahas drejtuesit politik të Moralizoti, në listën e mbyllur do t'jenë edhe kandidati i PL-s, Edmond Haxhinasto, ndërsa emrat të tjerë mund të jenë deputetët aktual, si Dashnor Sula, Zheni Qerqi. Në fjerë lista do drejtohet nga Gazmend Bardhi, ndërsa pritet të jenë Luan Baçi, Eduard Sharka, Sajmir Koreshi, Ilda Dhori e Elisabeta Redhi. Në listat e fjerit mund të jetë edhe Aleatja, e Partisë së Lirisë Erisa Xhixho, nëse ajo nuk do të jetë 12-ta në zonë të sigurt të Tiranës. Pa shumë surpriza pritet të jetë edhe lista e Shkodrës, aty nuk do të ketë aleat në lista të sigurta, por krahas numrit 1, drejtuesit politik Luciano Boçit, në lista pritet të jenë ish kryebashkiaku Bars Pahia. Lista e Vlorës do të srehojë po ashtu një aleat. Në Lezhë, Berisha pritet të fusë në zonë të sigurt duke e çuar automatikisht në parlament Gjingjonin, ish gjyqtarin Paveting, në Korçë pritet të ketë përfaqësues të aleatëve Partisë së Lirisë dhe PBD-s në listat e hapura, ndërsa lista hermetike me gjaz do të ketë përfaqësues vetëm nga PD, me garancinë e përfaqësimit të gjitha zonave. Edhe në 4 qarqet e tjera, Gjirokastër, Berat, Dibër e Kukës, ku PD nuk merr më shumë se 2 mandate në secilin, emrat priten të mos kenë surpriza. Lista finale e kandidatëve për deputet do zyrtarizohet mes natën e 12 marsit, kur edhe s'ka dhënë afati, kur të jenë reflektuar edhe emrat e kandidatëve të partive aleate që do të futen në listat e hapura. Ibsen, së pari po merresh vetë me zgjedhjet apo je si vëzhgues, paka shumë si ne në studio, apo je aktiv në zgjedhje? Jo, këtë radhë jam aktiv në zgjedhje. Me kë parti? Kuptohet, me Dashe, unë kam që mbi një vit që thëm koalicionin që dëformoj. Ka informacion që mund të jeni kandidat në Kukës i kësaj partii? Jo, në Tiranë, jo në Kukë. Në Tiranë, i për koalicionin për zhvillim, mos ka bëj, jo? Po. Djathtas për zhvillim, do jeni në listën e Tiranës. Listat hap, nuk ka listat mbyllur aty. Jeni në listën e Tiranës, kandidat. Po. Më në fund doli një kandidat nga partitë e reja, se po diskutonim këtu dhe nuk kishte më kandidat nga, paktën, pse nuk është publikuar ende lista? Jo, nuk e di arsyet, po di që këtë bisede kam konsumu. Unë kam pas një kusht vetëm që ky koalicion të koalicion e anti-establishment, dhe më thënë në thelbin e vetë, që mos të ketë aleanca me krerët kryesor, Ramën, Metën, Lulbashën edhe Sali Berishën. Gjë të cilën unë e kam pas qëndrim 6 vjeçar. Nëse ky koalicion do kishte me një nga këto figura, para prak. Nëse do kishte, unë s'do ishe. Nëse fakti që nuk ka një koalicion t'il... Pra jeni në listën për 37 emrash të... Lista e mbyllur do jetë një listë fiktive, e cila kuptohet do jetë thjesht për të respektuar ato kufizimet. Ndërkohë lista e hapur do jetë aty s'karën si je i pari apo i 37. Po kjo është arsyeja, duke qenë disa figura të njohura të arrin të mbledhin sa më shumë vota. Në këtë logjik duhet ta kishte edhe Partia Demokratike. Fakti që se ka këtë logjik do humbas shumë në betejë dhe në marrë, sepse mas 12-ës njerëzit e interesuar do jenë shumë pak. Edhe mundësit janë shumë pak, duke qenë edhe mundësit. Edhe njerëzit pasaj nuk kanë se si kandidojnë dhe të sjellin një sasi vota shtesë për listat e rastin e koalicionit të PD-s. Si të duket koalicioni PD-s? Se sot më duhet, unë e kam pak vështirë, sepse tani ju e një palë, po me gjitha të le ta analizojmë çfarë është koalicioni i Partisë Demokratike. Në këtë vështrimin tuaj dhe ju surprizoi fakti që Ilir Meta pranon të jetë në listë hapur?
Po një ndër arsyet që unë nuk kam për një kohë gjatë nuk pranoj që ta dërojnë atë struktura drejtuese të PD-s është fakti që koalicioni me Ilir Metën është një vendim i njanshëm i zotit Berisha, sepse është i qari, është e dallueshme që edhe në nivelet e larta, këshill kombëtar ta diskutosh, po në kuvend kombëtar as që nuk diskutohet, që ky koalicion është i papranueshëm për 10 arsye. Spari për atë çfarë përfaqëson Ilir Meta, po edhe nëse do ishim për dyti për pozicionin në cilën është ai dhe LSI-ja, dhe fakti që për një kohë gjatë duke drejtuesit e Partisë Demokratike, në një pjesë të kohës edhe zoti Basha edhe zoti Berisha, kanë artikuluar në vazhdimsi që pa Ilir Metën nuk fitojmë, ka qenë ndërtimi një psikologjie humbse në Partinë Demokratike dhe e ka dëmtuar shumë Partinë Demokratike, përposhtë tjerave, e ka dëmtuar sepse ti nuk mund ta ndërvarësh fitoren tënde politike të janë një aleat i ekstremit majt. Po edhe nëse do ishte një koalicion, do ngjante si ai koalicioni 2013 të Sri Ramës, që thotë të gjithë qelpsirat mundim Sali Berishën që koalicioni i qelpsirave, dhe ta rikthesh historinë në 2013-ën dhe të ndërtosh me të njëjtën frymë, ndërtosh një koalicion të tillë, domthon të përsërisësh të njëjtin i bjesit përsërisësh pothuajse të njëjtin eksperiment. Dhe unë mendoj që jo vetëm kjo, po edhe fakti që në këto listat e mbyllura do jenë një pjesë e figurave të vjetra të politikës nuk përbën sens më. Sepse ka figura, jo se kam një gjohën personale me këto, po me Diu, Gonduka, tjetër, Ilir Meta, pastaj këto e një qeri në këto tjertë nuk dhja do i fusa jo në listat të hapura, të mbyllura, po ditë them që ky koalicion, përveç se do mund që këta interpretojnë si shumatore aritmetike, në këtë rast nuk besoj që do funksiononte si shumatore aritmetike, sepse beteja dhe ajo çfarë do të përfitojë ky koalicion është në opinionin publik është elektorati. Po një pjesë e mirë e elektoratit, kur ti fillon edhe e kthen marrëveshjen të korporatat, nëse e marrëm në parlamentin e 2017-s, pothuajse të ngjashëm, kjo vret keq, se tashmë nuk mund të justifikohesh vetëm me faktin që e bëri Basha. E bëri Basha këtë parlamentin e korporatave, sepse në të njëjtën formë edhe kjo listë nuk e di a do arrin të futen në parlament figura të tilla, po s'ma do mendja. Por ditë them që këto lloj koalicione shumë domon japin një imazh shumë të keq. Koalicioni juaj nesër kur e publikon listën, mos e lini dhe ju në orën 24, apo është diçka që po bëhet gati? Them drejtën, unë kam aderu në atë koalicion vetëm për faktin që e kam pa një koalicion i cili domon ka pas një qëndrim korrekt ndaj SPAK. Është një koalicion i cili ja ka lënë listën komplet gares lirë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe e treta është një koalicion, thash edhe një herë, që nuk pranon bashkëpunim me këto figura cilat i përmenda pak më përpara. Këto janë 3 kushte që unë kam aderuar, nuk është se unë kam qenë antar i njërës ose tjetrës parti. E kuptova. Mirë, atëherë, përparim, çfarë mendon për sa i përket koalicionit të Partisë Demokratike? Është një koalicion premtues apo në një farë mënyre është rreshtimi i besnikëve të Berishës në grupin e ri parlamentar nesër? Kjo dyta ishte e pritshme, me thënë të drejtën. Besoj që ato do ishin në listat e mbyllura. Për sa i përket koalicionit, besoj që një pjesë janë parti tradicionale, që Partia Demokratike normalisht gjithmonë ka bërë koalicion. Përveç 2-3 partive që të cilat kanë dhe këta personazhet, me thënë drejtën, nuk e di nëse mund të quajë edhe personazhet showbizit. Kurse që mund edhe të ishin devituar, me thënë të drejtën, duke pas parasysh edhe batutat apo mënyrën se si apo qasjen që kanë pasur politik. Megjithatë, për të bërë këtë mega koalicionin, kanë futur edhe këta, dhe nuk është se kanë, po themi, në interes shumë të madh në kuptimin e votës. Sillen shumë pak vota. Një pjesë atyre partive fatikisht, unë e kam thënë po në këtë studio, që kanë kryetar partie dhe shoferin. Ndoshta edhe i bën po njëri të dyja. Kështu që nuk është se kanë në i peshë shumë të madhe elektorale. Por pjesën lufta kryesore është në listën e hapur. Pra aty po bëhet. Dhe do kemi një përleshje realisht nga të dyja palët. Po marë, për ta bërë pak më konkret edhe për teleshikuesin, po marë një qarkun e Tiranës, 24 deputetët normalisht janë që tashmë janë të zgjedhur nga listat e mbyllura që do jenë, dhe lufta bëhet për 13 deputet, ku
një ndërta që do luftoj fort do jetë edhe Ipsedi. Po. Pra, lufta bëhet këta, po të kemi parasysh që Ilir Meta do jetë në listën e hapur, dhe 2 i ka të sigurt në listën e mbyllur, dhe besoj që gjitha energjit apo baterit do t'jenë pikërisht tek lista e hapur, ose për të votuar Metën personalisht në kuptimin e preferencës, besoj që i lë shumë pak hapësirë edhe personat të tjerë në PD. Shiko, të kandidosh në listën e hapur, është sport i rëndë, jo të gjithë e bajnë, do të kemi parasysh, është një peshë e madhe. Tani, thjesht të konkurosh thjesht për të thënë që unë jam pjesë e maratonës, s'ka problem, hynë aty dhe... Po ja thua Ipsenit të? Po nuk ka lidhë, Ipseni është... është një nga maratonakët. Unë po flasë dhe po them që të konkurosh në listën e hapur, si të mos po flasë për partitë e mëdha më shumë. Po. Nuk është ka që letë. Po të kemi parasysh që në këto 13 deputet do t'jem partitë e vogla, pra duke futur dhe koalicionin në cilën është Ipseni. Janë partitë e tjera, Shqipëria bëhet, mundësia... Po të kesh parasysh që edhe senatorët e Partisë Socialiste tashmë do jenë pikërisht në listën e hapur, do shikoni që do jetë një kacafytje elektorale midis njëri tjetrit, po dhe midis, po themi, grupimeve të caktuara. Do ketë luftë për vota. Normalisht do duhet një, fatkesisht e them, do duhet një numër shumë i madh votash fatikisht për të bërë pjesë. Ka një diferencë, mund të avokat, ka një diferencë. Thjesht ta mbaroj në kuptimin procedurial. Pra lufta e vërtetë, numri më të madh të mandateve në listën e hapur e ka Tirana. Pjesët e tjera kanë shumë më pak, realisht. Pastaj, po të kemi parasysh të, siç e thash, do ketë edhe disa deputetë që do vinë edhe nga diaspora, edhe këta, sepse na ka ndodhur diçka tjetër tashmë, paktën me informacionet që na vinë tash në orët e fundit. Personat cilët fatikisht kanë dalë me rezultate të jashtëzakonshme në primare, nuk do jenë as në listën e hapur se nuk kanë, po themi, nuk kanë pranuar. Çdo më thënë. Po sepse mendonin që gjithë këtë luftë që bën e bën në përqend listë mbyllur. Berisha i tha që jo, nëse donin listë hapur. A nuk kanë pranuar vetë këta? Kemi ndonjë emër për shembull? Po tani nuk kanë. Nuk ka rëndësi. Pra, ata që ishin të parët e listës e primareve nuk do jenë fare. Jo, sepse shikoj. I bie që mos jenë fare ngar. Pothuajse e pamundur, pra e din që do bëjnë një, po themi, një luftë të papar, ose mirë themi një vrap të madh dhe në fund fare nuk do marrin asgjë. Pra e kam parë, po themi, në kuptimin e A mund të diçka Denis te kjo, vetëm ka një ndryshim, po të futesh tek lista e PD-s, ti do luftosh që të futen një 12 të tjerët. Sepse pa u fut ato 12 ti nuk fillon, nuk fillon, po. Ndërsa në rastin e këtij koalicioni, ato 12 do digjen teknikisht. Do më ne garojmë thjesht secili garon. Ai që edhe ndihmojnë njëri tjetrin, po ai që merr më shumë vota, ai renditet, kuptohet edhe ka një diferencë. Këto 24 janë deputetë realisht. Edhe sikur të rrinë në shtëpi, PD dhe PS-ja. Ka vota ka mbaru punë. E kuptojmë. Okej, ato 24, 12 njëri, 12 vetëm dua ta sqaroj pak edhe me Spahiun. Kreshnik, lutem. Deputet. Është normale kjo që ndodh me koalicionin djathtas për zhvillim, që ka vënë në listën e parë të mbyllur 12 emra fiktiv, dhe në rast supozojmë që ky koalicion merr 1 ose 2 mandate në Tiranë, ata të 12 duhet japin dorëheqjen që t'i japin rrugë 2 fituesve të listës hapur. Është normale kjo në aspektin elektoral? Me cilin koalicion? Me cilin koalicion? Edhe njerë? Me cilin koalicion? Koalicionin djathtas për zhvillim, që është dhe zoti Elezi, ka këtë, Alibia i Shej ka këtë strategji. Pra, 12... E kuptove, besoj? E kuptove. Po nuk është vetëm ai koalicion. Janë disa parti që do aplikojnë në njëjtën mënyrë. Po, është e lejueshme? Dëgjoj, ajo është e lejueshme, por dorëheqja nuk mund të jepet përpara datës zgjedhje. Që do të thotë po, pas 11 majit, çdo kush mund të japi dorëheqjen. Domethënë eksperienca ka një orë që mund të japin dorëheqjen 2, 3, 5 edhe 50 deputet. Kështu që nuk ka asnjë pengesë ligjore. Okej. Por do të thotë që është vetëm ta mbaroj. Po. Pengesë ligjore s'ka, po ata s'kan instrument për ta detyruar të japin dorëheqje. Pikërisht, bravo. Aty desha dal te kolegu që teorikisht ekziston si skem, praktikisht nuk do funksionoj. Dhe unë këtë ja kam thënë, po thuajse të gjithë liderëve të partive të reja apo koalicioneve të reja, të cilët janë konsultuar personalisht, ju kam thënë që ju
mundet teorikisht, nuk do keni pengesë ligjore, por e para nuk do ju funksionojë dhe nuk do japi asnjë rezultat, po edhe nëse do të ndodhë që ato do të provojnë ndonjë mandat, absolutisht do jenë të rrezikuar që ata 12 emrat fiktiv do dalin një prej tyre që nuk do japi dorëheqje. Sepse kur i ndodhi Ilir Metës, që ishte kryetar shteti, president, dhe 17 veta i dolën nga rreshti, nuk pranuan të djegin mandatin, kështu që absolutisht këta liderët e rinj nuk kanë asnjë peshë dhe forcë që t'i detyrojnë këta emrat fiktiv që t'japin dorëheqje nga një mandati fituar, qoftë. Po kam futur gratë dhe vjerët o vlla, e ka të thjesht, çfarë problemi ka? Vjeri tradhoni pari se thotë marrë funksion special. Dëgjoj, po i thua tani me këtë që po bën, po i thua liderëve të rinj që futuni vetë në listën e mbyllur, mos lini njërin në listën e mbyllur. Po i bëj thirrje gjithë vjerëve. Apo kunetëve. Mos elxhoni mandat. Tani të kthehemi tek ajo është hamencia ajo, nuk është hamencia ajo që nuk të rriqet, sepse nëse gjithë secili prej nesh gjen një person dhe hyn merr përgjegjësinë për këtë punë, ti do të thush që këtu është bo pabesi e madhe, nuk i beson askush as vetë. Janë 12. Po nuk funksionon. Gjitha më poshtë, do më jam dakord, unë po të merresh me nivelet e larta që këta si besojnë këmishës vetë. Po njerëzit poshtë janë më besnik në këtë punë. Edhe sa burra. Mos edhe ka më burra, sa më poshtë shkosh aq më burra po dalin. Okej, mirë. Përtej batutës, eci te çështje që lidhet me koalicionin e EPD-s. Po. Tani, unë mendoj që ka dy ekstrem. Sepse po ta vësh re, jetojmë në epokën e ekstremeve. Kështu ka ndodhur në Amerikë, ku janë dy ekstreme të qasjeve politike, kështu ka ndodhur në Gjermani, kështu po ndodh në Europë, pra gjithmonë po gjallërohen ekstreme. Edhe po të vëmë re, edhe në Shqipëri, kemi dy lista të tipit ekstrem, që do të thotë, Berisha nuk i ndahet skemës xhaketave të vjetra, 35 vjet ka një stil. Është njeriu më i lexueshëm politik në mënyrën se si zgjedh koalicionin dhe si zgjedh emrat e deputetëve, dhe nga ana tjetër kemi ekstremin tjetër, i cili gjithmonë e më shumë gjallëron emrat anonim. Çdo diplomant apo maturant, po të kesh marrë maturën të socialistët, aplikojnë, janë një 60.000-70.000 aplikant tek webi deputeti që dua. Çdo maturant i shkon mendja të bëhet deputet se kanë parë promovimin se si katapultohesh tek PS-ja pa meritokraci. Pra kemi dy ekstreme. Tani të marrim të parë. Berisha është i lexueshëm, për shembull, kush është hapi tjetër i lexueshëm i Berishës? Berisha gjithmonë e dorëzon listën në ora 23:59 minuta. Po. Ka atë gjithmonë të papriturën, fshehtësinë, sekretin që vetëm ai i di emrat dhe 60 sekonda para se të mbyllet afati, shfaqet ai përfaqësuesi me zarf dhe zbulohet zarfi. Zakonisht i Vikasu ka qenë, nuk e di kush do jetë kësaj radhe, po i Vikasu ka qenë zakonisht. Vetëm ajo që është e papranueshme, se unë flas për standardet, se fundit ajo është e drejta ti si kryetar, por ai promovoi primaret dhe po gjallëron sekondaret. Pra, nga një anë bëri garë me primare që kush votohet brenda partisë do jetë në listë dhe pastaj doli tha, prisni tha se ai pragu është pragu i pragut të pragut, që pragu që një analizë krejt e paqartë, në mënyrën që tha se pragu tha nuk është i rëndësishëm, se qendra do vendosi përsëri emrat dhe zhvlerësoi gjithë fushatën e brenda partisë të atyre që garonin, tani nuk i hyj asaj që garë reale apo që garë reale, po ai sa ishte, mund të ndodhë që ajo zhbëhet nga vullneti i qendrës. Por me të drejtë aty, miqtë tanë thanë që çfarë prodhon kjo? Prodhon, kjo nuk e shton partinë. Nuk e shton partinë për faktin sepse xhaketat e vjetra gjithmonë qëndrojnë të sigurt në lista dhe nuk prodhojnë më shumë vota. Nga ana tjetër, figurat e reja janë të pafuqishëm dhe në një listë të PD-s është shumë e vështirë të kalosh pragun sepse PD-ja do vërtitet në kufit e 35% apo 40% që dhe ka shumë pak emra që do dalin me listë hapur. Dhe ka një lloj reaksioni
nga baza. Pse? Po tani dy gjëra janë sigurta në jetë, vdekja dhe tritani deputet në lista. Kupton se është e sigurt, domethënë që këto dy gjëra ndodhin, janë të pa lëvizshme në procesin biologjik. Apo figura tjera të cilat dihen pa e diskutuar që do kryesojnë listat në qarqe Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër, dihen tashmë se si luhet. Gjithsesi, ajo është skema që ka zgjedhur, po më shumë se një skem fituese, mua më ngjan si një skem humbse. Pse? Sepse Berisha nuk po bën procesin e 2005. Po. Në 2005 Berisha erdhi me një koalicion më të gjerë, erdhi me figura tërësisht me imazh të ri dhe erdhi me sloganin me duar të pastra, përballë një qeverie tërësisht korruptuar të Fatosnanos dhe ku imazhi i rikthimit të Berishës ishte që po vinë njerëzit më të ndershëm në sistem. Ndërsa sot ke një 5 veta i ke me dosje penale. Anë kërkim, anë hetim, apo të dënuar, etj. Koalicioni është shumë i dymshim, nuk është pra. E para nuk janë njerëzit, e dyta nuk është kauza. Po që për dosje ke edhe ke pjesa tjetër sa duash. Sepse, dëgjoj, pretendon që je një parti patriotike dhe konservatore. Pretendon që u bëre rezistencë ndaj Amerikës se do ndante Kosovën, veriun e Kosovës dhe ti bën koalicion me Vorjo Epirin që do të ndaj jugun e Shqipërisë. Domethënë, kauza e PD-s nuk ekziston. Ka bashkuar çamët me grekët, ka bashkuar, domethënë, disa parti të cilat i anatemoi vetë Berisha për shkak të futjes që i bëri Basha në 2017. Tani, si mund të pranoj unë një listë Berishës që është 100% e Bashës? Tani, ky vetëm emrin e Bashës ka heqë, kur gjithë jemi kundër Bashës në analizat tona, po tani, ky merr listën e Bashës dhe me listën e Bashës do të rrëzoj Ramën, se nuk më funksionon si skem që me të njëjtin ekip pa bërë asnjë ndrim, domethënë të vish në pushtet. Dhe po ashtu tek Rama, mendoj që dhe Rama do e ketë shumë të vështirë, por Rama ka 2 avantazhe në këtë gabim. Jo, prit, jemi më pas të lista e PS-s, po mbetemi një herë tek PD. Mirë, po. Okej, Hoxha, atëherë, si po i shikoni zgjedhjet dhe në aspektin këtë aksionin e SPAK-ut, si e konsideroni? Është diçka që do të ndryshojë diçka ndryshe kësaj radhe, apo le të themi është një operacion rutinë, ashtu siç rutinë vepronte edhe prokuroria e përgjithshme dikur, mos gaboj? Jo, nuk është një operacion rutinë, unë besoj që prokuroria e posaçme në raport me zgjedhjet është ngritur në lartësinë e detyrës kushtetuese të paktën, në bashkëpunim edhe me prokurorinë e përgjithshme. Jo, pse e thua këtë? Se unë nuk kam dëgjuar ndonjë vend që organi akuzës ka për detyrë të merret me zgjedhjet. Kjo është vetëm kjo duket sikur duket sikur është diçka normale. Jo, kjo është një situatë jo normale që detyron dhe SPAK-un të hyjë në proces. Në kushte anormaliteti, siç është Shqipëria. Do të lloj krimet zgjedhore është diçka normale. Po dakord, po nuk ka ndonjë asnjë gjë të. Jo, një angazhim kaq të madh të organit akuzës nuk i kemi parë në asnjë vend. Sistematikisht, nga viti 1992 deri më sot, të paktën për 30 vitesh, janë të kontestuara, janë të vjedhura, janë të manipuluara dhe të gjithë mundësit e tjera janë në tavolinë, nuk ka asnjë gjë të keqe që Bariu të ruajt delet e veta, kështu që u shoh asnjë gjë. Kush është Bariu në këtë rast? Bariu është prokuroria e posaçme dhe prokuroritë e rretheve. Nëse nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar në një proces normal dhe demokratik, të shqetësohet se prokurorët apo hetuesit. Jo, nuk po them që për të ka një problem shqetësues këtu, po them që nuk është normale për një vend, le të themi, kandidat Bashkimit Evropian. Sepse nuk e di për shembull në Maqedoninë e Veriut, ndodh kjo gjë? Që organi akuzës rrisi... Nëse do marrim si... Mora Maqedoninë e Veriut, që është më... Maqedoninë e Veriut na ka marrë po problemi është... Jo, ato bëjnë zgjedhje të cilat nuk kontestohen, edhe Kosova. Në Kosovë, ndodhi kjo në Kosovë që prokuroria e posaçme aty? Ndodh pra, prandaj po them që ne nuk mund ta paraqesim si një fenomen normal këtë që po ndodh në Shqipëri. Kur leadershipi e paraqet vullnetin e vet, qartë,
që ne bashkëpunojmë me Hajdut dhe mbrojmë Hajdut të votave, i ka dhënë alarmin prokurorisë. Po pra, Edi Rama thotë unë kam mënyra se si e paraqiti avokati duket sikur prokuroria në çdo vend këtë punë bën. Atë të them unë mesazhin. S'është prokuroria s'merret me zgjedhje. Zgjedhja është domen politik. Analizojmë në pse na ta mbaroj se ta mbaroj. Se vetëm ty të ndërpresin armën. Sa filloj unë ndërpresin. Se nga që je shumë i qetë prandaj. Ideja është e tillë që në kodin zgjedhor dhe në kodin penal janë disa vepra penale që kanë të bëjnë drejt për së drejti me krimet zgjedhore. Dhe që prokuroria bashkë me Byron Kombëtare të Hetimit, bashkë me policinë dhe policinë gjyqësore që ka statusin e policisë gjyqësore, do hetojnë krimin zgjedhor, nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në këtë vend. Ajo që përbën lajm është që është rrisi këtë vit që do dalin në teren, që është krijuar një strukturë e posaçme, brenda kësaj strukturës posaçme, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e cila do monitorojë në kohë reale të gjitha problematikat. Jo të gjitha problematikat do të hetohen, sepse ndodh që mund të mos ketë prova të mjaftueshme, ndodh që mund të mos përbëj fare fakti vepër penale, por të gjitha ato që përbëjnë vepër penale, prokuroria e posaçme do të regjistrojë procedime penale. Bashkë me Prokurinë e Përgjithshme. Do regjistrojnë procedime penale. Ajo që duhet që të hetohet dhe realisht duhet që të hetohet nga prokuroria e posaçme, besoj që duhet këtë disa procedime penale, qofsha unë i gabuar, është mënyra se si financohen dhe se si bëhet financimi i partive politike, qoftë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, qoftë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Se nuk janë vetëm krime zgjedhore, janë dhe një pjesë e atyre parave që vinë nga bota e krimit, që investojnë në politikë. Po krim zgjedhor që u të daj, aty futet. Jo domosdoshmërisht krim zgjedhor, jo blerja e votës. Po për shembull, duhen 50, ku dëgjojmë se nuk merr me zgjedhjen, duhen 1000 makina për të lëvizur nga pika A në një pikë B. Pra, po pikërisht. Sepse këta njerëz që hedhin para nga bota e krimit në politike, paratë e tyre duan mbrapsht. Nëpërmjet trafikut të influencës. Mendon që i ka kapacitetet pak për të qenë, le themi, për ndërhyrë para zgjedhjeve, se pas zgjedhjeve pastaj kur del rezultati nuk bësh të duash, nuk ndodh asgjë, se deputeti që preket për shkakun zëvendësohet edhe nuk jeta vazhdon. Që mos bëjmë orakullin e Delfit, kjo ngjelet për të parë. Po. Denis, ka një panoramë përgjithshme që detyron SPAK-un që të lëviz drejt kësaj. Cila është panorama e përgjithshme? Vullneti i leadershipit. Domthon edhe kreut Partisë Socialiste dhe kreut Partisë Demokratike. Vullneti i shprehur dhe i parë nga gjithë opinioni. Kur Damian Gjiknuri, një figurë politike, me zë edhe me figurë, domthon është diskredituar në opinionin publik, për çështjen e deformimit vullnetit elektoral, vazhdon të mbështetet nga Edi Rama, tregon që vullneti i këtij personi nuk është për të rujt votën e lirë. Pra është vullneti është për ta deformu opinionin, për deformu rezultatin elektoral. Edhe te zoti Berisha, kur del vetë rasti i Edi Palokës, Albana Vokshit e tjerë, po që të paktën Edi Paloka e ka thënë gjithë kupola drejtuese e Partisë Demokratike, manipuloj votat, të thonë që këto nuk e kanë vullnetin për të respektu. Atë çfarë do bëj SPAK-u? Se këta janë dy aktorë kryesor. SPAK-u do rri të flej gjumë. E kanë shprehë. Këto që them unë janë gjëra publike, nuk janë që po sajohen. Pra SPAK-u ka qenë i detyruar, ose për ndryshe do futemi pastaj se kush është më shumë i zotit ble vota, edhe deformoj atje poshtë me mekanizmat e veta opinion elektoral. Themi edhe një herë te përbërja koalicionit djathtë përparim. Atëherë, unë po analizoja çik pak sot dhe mu duk shumë lëvizje zgjuar e Ilir Metës për dalë te lista e hapur, sepse Meta do angazhojë gjithë partinë e tij që të gjithë do votojnë për të, ndërkohë të gjithë 36 antarët e tjerë të listës hapur të Partisë Demokratike do të jenë detyruar të marrin vota njëri tjetrit. Dhe këtu, një vot e përqendruar e Partisë Lirisë do dominoj 36 votat e shpërndara të Partisë Demokratike. Këtë llogari e ka bërë Berisha, i cili në një farë mënyrë i dha Metës 4 mandate dhe tha stop, me idenë që ai në listat e hapura nuk do merrte, ndërkohë tani llogaria e Metës është ndryshe, 4 plus vetër, që me shumë gjasa mund dali, del 5 mandate. Çfarë mund të krijojë problem kjo tek koalicioni? Nuk besoj dhe nuk intereson besoj Berishës kjo pjesa nëse do jetë një më shumë i LSI-s apo një më pak, po. Të vetëve. Pra nuk besoj. Problemi do të jetë fatikisht tek ata të cilët shpresojnë
tek lista e hapur. Pra, po marrim maksimalisht, nuk e di se sa mund të marri, po themi 15, 16, 15 janë sot. Nëse pretendon, po themi që të vish pushtet, pra po themi që të pak do të marrë 17, po imagjinojmë. Dhe presupozohet që pavarësisht se do të jetë shumë e vështirë se janë dhe këto partitë e vogla tashmë se do dhe këta të gjithë po themi atë luftën e madhe do ta bëjnë Tiranë, në qarkun e Tiranës. Presupozohet që njëta merr Ilir Meta 4 ngela ose 3, nuk e di se sa do ngela, ndoshta edhe 2. Urojmë që të jenë sa më shumë, po besoj që jemi këtu. Lufta do jetë goxha e madhe. Dhe prandaj i ka hequr po them një mundësi, po themi dikujt në Partinë Demokratike. Kjo mund të jetë. Pra, për mua ka qenë lëvizje zuar e Metës dhe besoj që aq vota sa duhen. Unë besoj që kam mundësi në qarkun e Tiranës që ta nxjerrë një mandat? Për që ta nxjerrë një mandat. Besoj që po. Okej. Mendoj se aty nuk është më, le të themi ta sqarojmë Republikun, nuk ka rëndësi që të marrësh 10.000 vota siç ishte hersi në herën e kaluar, mjafton të kesh një i pari, i treti, i katërt, nuk e di se sa do marrin. Okej, se sa do marrin në listën e hapur. Çiko, sistem perfekt nuk ka. Po. Normalisht edhe ky sistem ka problemet e veta. U trumbetua si sistem i listave të hapura, faktikisht është sistem i listave të mbyllura, sepse 2/3 janë të mbyllura, po ta marrim, dhe vetëm 1/3 është e hapur. Po flas për numrin e deputetëve që priten që dalin nga lista e hapur. Madje është interesant fakti. Kjo që thua vlen për PS-n, jo për të dyja. Ja ta bëj një llogaritje, nëse PS-ja është tjetër gjë, unë po them probabiliteti që ti mund të marrësh. Okej, po de facto kjo vlen vetëm për një parti. Se për partitë e tjera, për PD-n e poshtë, po thuaj se vetëm lista e mbyllur është në fuqi. Ose tash marrësh teknikisht. Shumë mendoni ju, unë po them probabiliteti. Marrim rezultatet e votat janë aty. Okej, jo, dua të them probabiliteti për t'i marrë. Dakor për parim. O Denis, probabiliteti i rastit të PD-s. Nëse do arrit 35, sepse ky është konturimi, gjithë partitë tjera të marrin 20, 35, 45, paktën me përafërsi çfarë është thënë në këto sondazhe. Për përqindje thua. Po, dhe bie Partia Demokratike maksimumi do marrë të 13. Partia Socialiste maksimumi shkon të 17. Dhe janë 7 deputet në lojë. 7 deputet në lojë. Okej, këtë po them, unë po marr rezultatet e vitit kaluar. Vetëm një mund të marrë dhe 4 vitit. Po. Pra nëse PS-ja mori 18 mandate, pra vetëm 1/3, 6 janë të hapur dhe 12 janë mbyllur. Prandaj, por nëse ecim me llogarinë e PD-s që mori 12 apo 13, nuk e di, po thoj se janë vetëm 3, që s'është më 6 janë 3. Po te PD-ja nuk është më 1/3. Janë 6, në është 1, që 3. Jo, po flasim nëse merr 15 pra. 15, 2, po 3, po. 3. Ideja është kjo. Madje është interesante që edhe vetë Gjiknuri, i cili ishte arkitekti i këtyre, po themi, këtyre listave gjasme të hapura, ose i këtij sistemi, do të jetë vetë në listën e hapur. Pra krijoi një sistem. Jo, ato sot ankoheshin deputet të PS-s na e futi PD-ja me këtë. Krijoi listat e mbyllura për të vetë listë e hapur. Në një farë kuptimi, kupton, dhe do besoj që pasi të dalin lista do kemi goxha pak kënaqësi realisht. Që mund të ndikojnë në zgjedhje? Po, besoj që po. Publicitet dhe rikthehemi për të folur për skemën dhe strategjinë e Partisë Socialiste, pas pak. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, shohim dhe strategjinë e Partisë Socialiste me Ramën në mëdyshje, me disa kryetarë të bashkive që kanë dhënë dorëheqjen, 3 prej tyre sot më i rëndësishmi ai i Beratit, Ervin Deme, ose të pakën është folur se mund ta jap nesër, gjithsesi është kjo skem pra që në disa bashkit kemi kandidat Partisë Socialiste, ndërkohë Rama edhe një herë ka nënvizuar se senatorët do t'jenë në garë të hapur. Dhe imagjinoni se sa e ashpër do t'jetë gara në qarkun e Tiranës, ku për diku tek 6 apo 7 apo maksimumi 8 vende do të luftojnë shumë figura të rëndësishme të Partisë Socialiste. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Edi Rama do ta zyrtarizojë ekipin e tij të 11 majit vetëm pak orë para përfundimit të afatit për dorëzimin e listës së kandidatëve. Të mërkurën orën 19, Kryesocialisti do të mbledh kryesinë Selinë Roz për të kaluar në filtrin e fundit propozimet që ju dorëzuan nga drejtuesit politik 2 ditë më parë në vilën qeveritare 30. Kornizat për artimin e listës dhe parimet që tha se nuk do të shkelen i bëri sërish të qarta. Ndërkohë që në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hynë për herë të parë në parlament. Fresh. Pa ngarkesë.
Thuajse asnjë deputet që gëzon qoftë edhe një mandat në logon e Partisë Socialiste nuk do të jetë në listën e sigurt. Për një vend në parlament, betejën duhet ta bëjnë në terren. I njëjti parim tha se do të ndiqet edhe për gratë deputete, megjithse për to mund të ketë edhe ndonjë përjashtim nga rregulli. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë e vajzat, përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Të paprekur la drejtuesit politik ekipin bërtham të socialistëve, të cilët do t'jenë në listën e mbyllur, duke zënë 12 nga 46 vendet e sigurta. Nga 14 drejtuesit e qarqeve, vetëm 12 prej tyre janë deputet të sigurt të legjislaturës së ardhshme. Pasi për kryebashkiakët e Durrësit dhe Shkodrës, Emiliana Sako dhe Benet Beci, nuk ka asnjë sinjal për përfshirje në listë, duke vijuar punën si kryetar bashkie. Ndryshe nga rasti Ervin Demos, i cili pritet të lërë Bashkinë e Beratit e të kandidojë për deputet. Pezull mbetet vetë pozicioni i kryesocialistit, i cili për herë të parë ngriti pikpyetje për kandidimin e tij, duke deklaruar se mund të mos jetë në listën e kandidatëve. Mes 34 emrave, figurave të reja që nuk kanë pasur kurrë një mandat deputeti e që priten në listë të sigurt, janë ministrat të kabinetit të tij qeveritar, Piro Vëngu, Adea Pirdeni, Igliasani apo Petrit Malaj. Pjesa tjetër do duhet të luftojnë në det të hapur, e minimalisht nëse socialistët do të ruajnë pozitat e 2021-shit me 74 mandate, për ta mbeten vetëm 28 vende. Deputetët të cilëve Rama u ka deleguar një zonë të caktuar elektorale pritet të jenë në listat e hapura, në rast se nuk do të tërhiqen nga gara siç bëri kolegu i tyre Petro Koçi, i cili njoftoi publikisht se nuk do të jetë në listat e kandidatëve. Tërheqja e tij, Koçi thotë se nuk është frikë nga gara, por për shkak se nga partia nuk i është ngarkuar një zonë elektorale. Deputet si Erion Braçe, Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko, Arben Pollumbia apo Xhemal Qefalia, që kanë zonat e tyre në qarkun e Tiranës, pritet të jenë në listë të hapur, ashtu si shumë prej kolegëve të tyre në rrethe. Lista do të zyrtarizohet në mbledhjen e kryesisë, do të bëhet me dije nga secili prej drejtuesve politik përpara dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili kandidatët nga partitë do t'i pres deri në mesnatë. Kreshnik, ta nisim me ju këtë pjesë të fundit në raport me strategjinë e Ramës, duket sikur kryeministri apo kryetari i Partisë Socialiste i ka vënë me shpatulla pas muri senatorët, të cilët së radhe nuk kanë më nga t'ja mbajnë, po do jenë të detyruar të dalin si gladiatorët për të fituar postin e tyre. Pse kjo strategji e Ramës, sipas jush? Mendoj që Rama po përdor 3 përsi në këto zgjedhje, të cilat janë objektive dhe subjektive. Tek avantazhet objektive do të parashtroja sistemin elektoral të cilit ai ndër vite e ka orientuar që të jetë i favorshëm e para për Partinë Socialiste, e dyta për partitë e mëdha, PSD, dhe e treta në dom të partive të reja. Avantazhi i dytë që ka është që së bashku me Berishën kanë refuzuar që të ketë numërim elektronik. Që do të thotë diaspora voton, Rama, Meta, Berisha numëron. Dhe imagjinoni tani ndonjëherë vjen për qesh për këta partitë e reja që udhtojnë nëpër diasporë se harrin se ku shkojnë ato vota dhe kush i numëron. Mos të udhtojnë fare po thua. E treta, avantazhi i tretë që ka Partia Socialiste në këto zgjedhje është që opozita është jo unike në zgjedhje, që do të thotë nuk ka vetëm një subjekt përballë. Fleta e votimit do të jetë diku me 12 ose 14 parti, subjekte politike, do jetë e madhe sa një çarçaf, ku do ketë një pavlefshmëri të lartë të votës për shkak të vështirësive teknike që do të ketë, gjithë të cilat përsëri shkojnë në avantazh të Partisë Socialiste dhe copëzimi i votës, pra partitë e reja sa do të mos provojnë, mund mos jenë të suksesshme për veten e tyre, po minimalisht do përfitojë 12 mandate Partia Socialiste në çdo qark. Pra këto partitë e reja sikur nga 1000 vota të marrë secila në çdo qark, i thon 10.000 vota të cilat i hiqen opozitës. E katërta,
Partia Socialiste është më e avantazhuar në votën e diasporës dhe në informacionin tim. Afro 60% e emigrantëve nuk janë regjistruar vetë. Pra, nuk është, mos mendoni që çerek milioni emigrant kanë qenë me sy e me zemër dhe te kompjuteri si të regjistrojnë vetë. E keni pa që në 130.000 zvishin të regjistrohesh. Po. Pra po thoj, 70% i kanë regjistruar dy partitë. Partia. Po. Jo vetëm PS-ja, kanë regjistruar dhe tjera, po PS-ja ka avantazhin e logjistikës, infrastrukturës, administratës, njerëzve. Pra, dhe në fund ju do të shikoni që edhe përveç atyre firove që pra 12 mandateve që do i marrin nga çarja e votës opozitare, 12 tjera ka për t'i marrë nga votat diasporës. Sepse nëse i përpjeston votat e diasporës, e pat Albin Kurtin, se ishte shumë e fortë ajo Albin Kurti. Dilte 85% Albini dilte në ambasada votori. Kur ishte me post, dilte 50%, kur ishte në popull, dilte 40%. Si ka mundësi? Shqiptarë ata që shkojnë në ambasadë, shqiptarë ata që votojnë me post, shqiptarë ata që votojnë në Kosovë. Si ka mundësi të ndryshoj vota, të dashurojnë aq shumë ata që shkojnë të dera ambasadës. Pra, duhet jemi pak më, tani, nëse duam të bëjmë një analizë të thellë. Pra, po thua dhe atje ka probleme me legitimitetin? Jo legitimitetin, po ka krefje publike. Atje u bloku kompjuteri, 17 orë doli duke festu ai me një rezultat 55%, i cili rezultat që s'doli kur. Tha, jemi 55%, e fiksuan kompjuterin 55%, e lanë blokuar 7 orë, derisa deklaruan vetëm fitus. Sa është rezultati? Është 55, nuk është 55. Kush e blokoi? E blokoi opozita apo qeveria? Pra, është qartë azi se çfarë po shpjegojmë se është analizë tjetër. Tjetër, po. Pra, vota diasporës absolutisht shkon gjithmonë kryesisht në favor të pushtetit kur nuk ka një frym të fortë rotacioni politik. Pra, një rotacioni i cili pritet. Për shembull, rotacion bëri dhe vetëvendosja, po u mbushën një 400 avion që u thonin për të votu vetëvendosjen. Mendoni ju që do mbushen për Selami Jeniçerin, apo do mbushen për këtë do mbushen, për Fredi Belerin që të shkojnë, vinë qindra avion nga diaspora për ndryshimin, kush është ndryshimi, për hallin e tyre. Pra, unë nuk shikoj ndryshimin, unë mendoj që vota diasporës është e orientuar, është e patronazhuar në tërësinë e vet, dhe avantazhet që ka që ta mbyll analizën time janë vota diasporës, komisionerët që ka, sistemi edhe vota e partive të reja, e cila do japi avantazh Partisë Socialiste dhe jo opozitës. Po sherri i brendshëm i mundshëm me senatorëve shumë shkurt se do kaloj edhe te kolegët. Pra, për shumë, ja ta bëj pak më të qartë për publikun. Imagjino në listën e Tiranës do t'jenë Fatmir Xhafaj, Erion Braçe, Etien Xhafaj, Toni Gogu, Plaren Ndreca, Arben Plumbi, dhe të gjithë ta edhe ja 4-5 herë tjerë që do luftojmë vetëm për 5 vende. Nuk e bën kjo tash për garën Xhemal Qefalia që është shumë i aftë për vota në Tiranë. Pra, gjithë kjo skuadër senatorësh që do zjerë me njëri tjetër, çfarë mund prodhoi në këndvështrimin tuaj? Përveç se provon vota për PS-n. Duke pasur parasysh që PS-ja është parti 80 vjeçare, në parimin enverist solidaritet dhe unitet, kjo garë dhe kjo konkurrencë provon vetëm matematikisht më shumë vota, sepse ata prap janë rresht me partinë. Pra nuk ka asnjë shenjë që të krijojnë fraksione, parti të reja apo përplasje PS. Ata bëjnë ç'bëjnë, absolutisht janë rresht e partia. Probleme do kenë, unë mendoj që probleme do kenë partitë e tjera. Pra, ti do shikosh, Denis Bashani këtë, partitë e reja, nëse sot janë një X%, po e themi 6%, ditën që shpallen listat, përgjysmohen, për shkak sepse dëmtohen nga
listat e mbyllura, sepse nuk kanë mundësi ata që të garantojnë figurave dhe personaliteteve që garantojnë vota ti një mandat sigur. Nuk të vjen njeri të një parti e re që t'jeti 7 në listë, për çfarë? Kush e djeg emrin në një parti të re? Pra, partitë e reja do të dëmtohen shumë. Nga dalje listave. Po, nga dalje listave dhe do të Partitë e reja kanë vetëm listat fiktive 12 që në burr. Për shembull, ato që ka drejt. partitë e reja nëse Nuk e di, zoti Elezi, vetëm ju keni këtë strategji apo e ka dhe koalicioni mes nismës edhe Shqipëria bëhet? Kjo strategji ka lind që në momentin kur u përcaktu 1/3 e mbyllur. Po, pra, po, keni informacion se nuk jam i qartë nëse Adriatik Lapa dhe Endri Shabani do jenë listë hapura për të mbyllur? Unë nga bisedat që kam pas konfidenciale me to, di që edhe ato janë për listat hapura. Janë për listat hapura. Nesër ne do ta shohim. Nëse partitë e vogla nuk garantojnë që gara duhet me listat e hapura, është ajo që thotë Krishniku pastaj. Janë marrë fund. Kush interes, normal. Bie interesi. Dhe ky kod ndryshimet në këtë kod zgjedhor pikërisht thuhet që në humbjen e interesit për partitë e vogla. Janë 12, nuk partitë e vogla, edhe sikur të ndodha me vullnetin e Zotit. Ajo nuk e beson kush paraprakisht se kalojnë 33% për të kalu pragun e 1/3 dhe për të fut të 13 në garë, supozojmë Tiranë. Dhe rrezikon Partia Demokratike që është parti e vjetër, parti e madhe, jo më partite. Jo më partit tjera. Përparim, si duket strategjia e socialistëve dhe kjo dilema e Ramës do jetë në lista, është thjesht kërshëri mediatike apo ka pas një lëvizje politike? Mund të dhe të ndodhë. Ajo që përshikojmë si do që të vi, po themi, situatë me listat, duke se do kemi një grup të ri parlamentar. Pra, po bëhet një riportëritje e grupit parlamentar me këtë lloj skeme që Parti Socialiste. Po flasë për Parti Socialiste. Po. Gjithmonë. Kjo pjesa, si do që të punojnë edhe të jenë, si shtot edhe Krishniku në rresht, po themi këta të Parti Socialiste, numri i mandateve që janë listën e hapur janë shumë të kufizuar. Shumë i vogël. Po të kemi parasysh gjithë këta senatorë të cilët... Jo vetëm, shiko, për shumë në Vlorë është 50 me 50. Po marë, nuk ka lidhë. Për shumë, qarku i Vlorës ka 50 hapur, 50 mbyllur. Maksimumi po marë gjithmonë, sepse në momentin që ti po vendos vetëm të ri tek listat e mbyllura, është mbyllur kjo lloj historie dhe po themi gjysma apo ndoshta edhe 3 çerekët nuk do jenë më deputet. Pra, sa do që të luftojmë fort. Dhe tjetra, unë se përkon edhe ngjyra pak me partinë, nuk është kaq e rozë situata në Partinë Socialiste. Në çdo lloj sondazhi, polli, merrni çfarë doni, nuk i bën 70 mandate? Absolutisht. Je i sigurt për këtë? Po. Merrni çfarë do lloj. Dhe prandaj është duke u bërë gjithë kjo luftë me diasporën, që unë edhe në lidhje me diasporën nuk jam dakord, besoj që në rastin konkret të dyja partitë e mëdhaja janë shumë të avantazhuara në krahasim me partitë e vogla në diasporë. Po. Socialistja kryesisht se ka gjithë infrastrukturë. Po dhe Partia Demokratike realisht ka punuar shumë këto muaj të fundit në diasporë edhe për regjistrim. Se sa këta pastaj do i përgjigjen, se ka dhe një ide që edhe këta grupet e patronazhistë ose edhe grupet e tjera aktivistë të Partisë Demokratike të cilët kanë bërë regjistrimin, mendojnë që do jenë po këta faktikisht që do vendosë edhe votën këtyre njerëzve. Kjo është një histori tjetër, votën e ka të shetë gjithsekush. Pra nuk është ka që thjesht. Se do të bëj pak, të mbyllim me humor, po në diasporë mund të ketë krimi elektoral edhe aty besoj. Po pra, po jemi jashtë jurisdiksionit. Aty s'kemi çaj bëjmë, pra krimi elektoral që do tolerohet. Ne kemi pranuar që do ketë një cënim të votës atje. Por derisa nuk monitorohet, ai postiri kemi thënë kur dorëzon atë zarfin, presupozohet që ai është kryetari i komisionit. Por pastaj ikën. Thotë bëj çfarë dush atje ke dhomë fshet. Dhe masill për zarf. Jo, nuk garantohet fshetësia më shumë se kaq. Pra unë mund të shkoj të votoj në sy tjetrit. Është votim jo vetëm familjar, por votim fisnor. Ai mund të bëhet familjar. Problemi është ajo që tha Krishniku, pra nëse do kemi një votim në monitorimin partijak, kjo do ishte pastaj e tmerrshme. Pra kjo do ishte akoma më keq, po them. Nuk e di nëse është mundësi apo jo. Shiko, për një pjesë të vogël, kur votohet familjarisht është në monitorim vota. Deri familjarisht po i quajmë të rregullt. Në familjarisht okej, po e pranojmë, po të jetë në monitorimin partijak, që të jetë dikush i partisë që të shohë si voton. Kjo do ishte dramë. Këta mendojnë tjetër gjë. Këta mendojnë që ato njerëz që kanë regjistruar do i thonë, të erdhi zarfi? Po, filan orë me prit tek shtëpia. Shkon patronazhisti në Itali, në Gjermani, kudo që të jetë,
shkon atje, i merr zarfat, bën votimin, i fut aty brenda, tani thot mu i lirë që ta tërgoj. Ky skenaro i zi fare për parim. Ti i zi, po realisht është mund të ndodh? Ndodh lehtësisht, ja mund ndodh. Të bëj. Ndodh lehtësisht. Arbër, ke dëgjuar gjë të kësaj natyre, se dua edhe një replikë me Kreshnikun këtu. Besoj që nuk do jetë lehtë të ndodh. Pse më nuk është lehtë? Por në pjesën më të madhe kjo do ndodh. Por besoj që do ketë edhe njerëz që kanë integritet duke thënë, shiko, unë jam regjistruar dhe vota është e imja, është e shenjtë dhe ose do ja thon, aty do ta jap tek personja, po themi. Por ama më lejt se do votoj vetë se ditë votoj. Pra do mundohen që të bëjnë pikërisht të. Dhe për ta mbyllur këtë pjesën, e thash edhe në fillim, bie dakord me Kreshnikun në lidhje me këtë gazetën e madhe të fletës votimit, po. Realisht do të jetë një problem shumë i madh sepse nuk e kemi pasur këtë lloj vote preferenciale, është e parë që na ndodh dhe besoj që do jetë goxha problematike. Por megjithatë, kjo është për të parë dhe do ketë goxha vota të pavlefshme. Sidomos, po flas brenda vendet sepse ndoshta në diasporë, duke qenë se kanë tërë kohën e mjaftueshme, do jenë në grup që do ta bëjmë, po themi, atë pjesën e votimit, nuk do ndodhin gjë të tilla. Hoxha, ke një opinion? Je i përfshirë në zgjedhje jo? Vetë thjesht, ke diçka nga çfarë të bën kurioz nga këto zgjedhje? Po deklaroj që sot që s'kam as për të shkuar për të. As do votosh, pse? Shoh një mungesë rotacioni edhe besoj që është e dhimbshme për fatin e shqiptarëve. Po the këtë praktikisht ke votuar. Prandaj është një lloj popullimi. Se mosvajtja në votime favorizon gjithnjë mazhorancën. Se kjo që thua, s'ka rotacion dhe s'po shkojnë, një farë mënyre e ke votuar për mazhorancën. Jo, nuk ka besim që mund bëjnë këta politikanë rotacion. Elektorati gri është elektorati më i madh në zgjedhjet e fundit. Dhe besoj që kjo është dhe fatkeqësia më e madhe e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, prandaj ka dhe një lloj shpopullimi. Shumë herë flitet krimi organizuar. Unë besoj që politika ja ka bërë të keqen më të madhe këtij vendi se sa vetë krimi. Dhe je vendosur mos shkosh të votosh. Nuk shoh asnjë. Nuk shef asnjë. Mirë, Kreshnik, edhe këtë që tha avokati, mua më duk shumë më nxyrë nëse ndodh. Mund të ndodhë një gjë e tillë që njeriu i partisë aty do të marrë fletët, do t'i nënshkruaj si çdo partia dhe pastaj do t'i fusi në post? Mund ndodhë kjo gjë? Apo është në një farë mënyrë diçka egzageruar? Jo, pjesërisht është reale. Ku është e vërteta dhe ku mund të jetë ajo e paralizueshme. Së pari, vetë kodi elektoral dhe ndryshimet që janë dakord për votën e diasporës kanë mundësuar votën kolektive. Si e kanë mundësuar? Që do të thotë kanë lejuar emigrantët që janë regjistruar që le të themi 6 emigrantë ndryshëm, 6 familje ndryshme mund t'japin një adresë. Dhe që këtu fillon palishmëria apo orientimi për të grupuar votat. Që do të thotë në shtëpinë e Kreshnikut mund të vinë votat e 6 familjeve, Kreshniku i mbush, shkon post. Do duhet ja japë në dorë çdo personi. Po pra, ja jep prapë në mënyrë kolektive, i fton Kreshnikun kafe. Dakor, po do duhet jep personat vetë. Sepse dëgjoni, adresën time nuk e ka dhënë një njeri i panjohur, apo jo? Patjetër, normal. Po pra, që të arria i konfidencialiteti që t'jepet adresa, absolutisht, është një lloj miqësie mes këtyre njerëzve që i është lejuar të çohet për mua, kjo është e paligjshme. Nuk mund t'i lejoje emigrantët që të grupoheshin në një familje disa fletë votimi. Dhe kjo është absolutisht e padrejtë. E dyta nuk do ketë vend të fshetë, e treta nuk do ketë orientim, ka 3 zarfe, sipas procedurës është shumë e komplikuar, dhe ashtu siç mendoj që do të gabojnë në fletën e votimit në Shqipëri, do të gabojnë edhe më shumë në diasporë. Po ju kujtoj një fakt, Kosova në zgjedhjet e vitit 2021, se po ju referohem prapë Kosovës, kishte 132.000 regjistrime dhe në fund pati 63.000 vota të vlefshme. Gjysmë për gjysmë. Pra, e përgatis opinionin që nëse kemi 240.000 emigrantë regjistruar, do të thotë se do kemi 240.000 vota.
E para, regjistrimi nuk do të thotë që të gjithë do të shkojnë të votojnë. Për shembull, Kosova pati 20% firo, vetëm 80% votuan nga të regjistruar. Pra nga 240 do kemi një firo të atyre që s'do regjistrojnë. Nuk do votojnë. E dyta do kemi firo tjetër të atyre që do votojnë në mënyrë të gabuar dhe e treta në atyre që do postojnë votën jashtë afatit, që do të thotë në qoftë se vota mbrin në 11 maj, në ora 21:00 apo 20:00, pra 2 minuta mbasi është mbyllur kutia votimit, është e pavlefshme, nëse posta mbrin. Ne duhet kemi parasysh që emigrantët ndonjëherë nuk kanë kohë për të shkuar postë me pagu faturat e detyrimeve që kanë, taksave, etj. Mirë, Kreshnik, se e jo më pastaj për votim. Jemi në limite, je regjistruar vetë, do votosh nga Gjermania apo do vish këtu? Jo, unë nuk jam regjistruar dhe unë mendoj që është e padrejtë që Denisi apo zoti Elezi që jetojnë në Shqipëri të ndikohen nga vota ime dhe unë të kem të drejtë të jap atyre se kush duhet të qeverisë. Okej, mirë. Kur jetojnë në Shqipëri të kem drejtën time për të orientuar. Tu bashkosh me avokat Çaçën, i cili edhe ai nuk e shef të domosdosh me votën emigrantëve. Falenderoj katët pranishmin dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët. Nesër do të jemi me një maraton transmetimi sidomos për listat në 24:00 do të publikohen listat e të gjitha partive, po kryesisht 2 partive të mëdha. Natën e mirë dhe mirupafshim.